Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Emisioni Histori Sportive vjen sonte me një figurë mjaft interesante, bëhet fjalë pikërisht për Paulin Ndojen, një kolos i futbollit shkodran dhe ati shqiptar i cili u nda nga jeta pak ditë më parë dhe u përcoll me shumë respekt për në banesën e fundit. Një sportist me shumë vlera, ku me të drejtë opinioni sportiv shkodran dhe me gjërë e ka konsideruar pjesë të katërshës më të spikatur të futbollit shkodran, të kryenisur nga Medin Zhega, Ramazan Ragami, Saba Bizi dhe Paulin Ndoja, i cili është i katërt sipas radhës se u nda nga jeta, duke qenë pas një karrierë të spikatur sportive. Ky emision sonte është ndërtuar me opinione të ndryshme nga kolegët e tij, të cilët i kanë dhënë një respekt maksimal figurës së tij sportive, qoftë ato që kanë luajtur në fushën e lojës, siç janë emra të tillë si Rauf Çanga, Zydi Basha, Ahmet Meta e të tjerë, por edhe shumë miq të ardhur nga kryeqyteti, të cilët kanë pasur rastin të luajnë për krah dhe përballë Paulin Ndojës. Ne si fillim të këtij emisioni do të përcjellim një përmbledhje të karrierës sportive të Paulin Ndojës, për të vijuar më pas edhe me disa intervista, opinione dhe komente, jo vetëm nga bashkëkohësit e tij, nga drejtuesit lokal, nga përfaqësuesit e bashkisë, por edhe nga familja Ndoja, siç janë edhe djali i tij Ekol Ndoja, i cili pati rastin të ishte pjesë e vllaznisë, por edhe Gaspar Ndoja, i cili ishte më herët ruajtës i portës së vllaznisë, duke kontribuar tek futbolli shkodran. Ne do të kemi në pjesë të këtij emisioni edhe disa fragmente nga intervistat që ne kemi marrë me Paulin Ndojen, pikërisht për jetën sportive në Shkodër, për vllazninë e të tjera, të cilët do të sjellim në vazhdimsi të minutave të këtij emisioni, por do ta nisim me një përmbledhje. Të ndjekim përmbledhjen e asaj çfarë ka kontribuar në vite në karrierën sportive e Paulin Ndoja. I ndarë nga jeta pak ditë më parë në Itali në moshën 79 vjeçare, Shkodra ka përcjell me shumë respekt për në banesën e fundit legjendën e portës shkodrane dhe asaj shqiptare, Paulin Ndoja, në respekt të kësaj figure shumë të nderuar sportive që i ka dhënë aq shumë Shkodrës së tij, fillimisht si portier fitues i disa trofeve vllazninë e viteve 70, por edhe si ekip, duke qenë pjesë e stafit teknik në detyrën e trajnerit të portierëve, klubi i futbollit Vllaznia dhe Bashkia Shkodër organizuan paraditën e së hënës së 21 prillit, homazhe në stadiumin Loro Boriçi. Pas të mëllëjmëve, Medin Zhega, Ramazan Ragami, Saba Bizi, Paulin Ndoja është i katërti në listën e ekolozëve të futbollit shkodran, që ndahet nga jeta duke u bashkuar në jetën e përtejme me kolegët e fushës së lojës, ikona këto të futbollit shqiptar, që lan pas një histori brillante si sportist, trajner, qytetar dhe familjar të nderuar. Përpos komunitetit të gjerë shkodran, në ditën e lamtumirës për në banesën e fundit ishin kolegë të fushës së lojës Rauf Çanga, Zydi Basha, Selami Dani, Ahmet Meta, Fatmir Luxhi e të tjerë. Ishte doktor Zydi Çoba, një bashkohës me të ndjerin Paulin Ndoja, që në kohën kur Ndoja i mall luante në port, por edhe më pas kur ishte në pankinë së bashku me të si pjesë e stafit teknik. Ishte Hysen Dedja, i cili në kohën kur drejtonte vllaznin kishte në krah si trajner portierësh Paulin Ndojën. Ishte Armir Grima, që karrierën e suksesshme sportive si portier ia dedikon trajnerit të tij Paulin Ndoja, që stërviti nga mosha 14 vjeçare dhe në vazhdim kur shpallën kampion së bashku me vllaznin, por edhe më pas kur Grima ishte drejtues i klubit të futbollit Vllaznia dhe ish profesori i tij, ishte në pankinën e vllaznisë. Ishin edhe Ferit Borshi, Nikolin Thana, Suad Lici, Vjorisin Sinani, Alban Hasani, Elvis Plori, Ndriçim Shtubina, i pari si koleg në stafin teknik të vllaznisë në cilësinë e zëvendës trajnerit dhe po kështu edhe të tjerët si sportistë që patën fatin të punonin me trajnerin Ndoja. Pa dyshim që në ceremoninë e përcjelljes për në banesën e fundit ishte edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, i shoqëruar nga antari i Komitetit Ekzekutiv Bardhy Liera, presidenti i Klubit të Futbollit të Femrave Vllaznia Lazar Matia, në cilësinë e kryetarit të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër, drejtori teknik i kësaj shoqate Hysen Smiani
si dhe Matilda Matia, zëvendës presidente e klubit të futbollit të femrave Vllaznia dhe kandidate për deputete në Parlamentin shqiptar. Homazhe pranë trupit të pajet të Paulin Dojës bën edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, edhe gjithë skuadra kuqe-blu e këtij sezoni futbollistik më në krye trajnerin Tomas Brdarić dhe kapitenin Bekim Balaj, përfshirë dhe të gjithë sportistët dhe trajnerët e Akademisë së Futbollit Vllaznia. Dhe së bashku me to, për të nderuar figurën e Paulin Dojës, në homazhet e organizuara pranë stadiumit Loro Boriçi, ishte edhe ish presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Valter Fushaj, që ashtu si edhe të tjerët në prononcimin e dhënë për mediat e pranishme, vlerësoi figurën e Ndojës si trajner i portierëve në ekipin e parë, si dhe në Akademinë Vllaznia. Lista e emrave të futbollit përfshinte edhe tifozërinë shkodrane që i ka duar trokitur në fushën e lojës. Ajo është e gjatë, por mes tyre nuk mund të lëmë pa përmendur edhe ish kolegë e tij të ekipeve të tjera të Shqipërisë, me së cilëve veçojnë Faruk Sejdinin, Agron Çobanin e të tjerë. Respektin ndaj figurës së mjeshtrit të madh Paulin Doja shprehën edhe përfaqësuesit e Bashkisë Shkodër, me praninë në homazhet e rastit të tre nënkretarëve, Rudin Beka, Teuta Qyteza, Alban Preka, si dhe përfaqësues të partive politike të qarkut të Shkodrës e të tjerë. Pas homazheve të kryera në hollin e stadiumit Loro Boriçi në shoqërinë e bandës frymore të qytetit të Shkodrës, kortezhi me trupin e pajet të Paulin Dojës ka parakaluar nga stadiumi Loro Boriçi deri në sheshin qendror të qytetit, duke marrë mirënjohjen dhe respektin e qytetarëve shkodran, që kishin mbushur të dy anë të rrugës qendrore të qytetit dhe pas destinacioni ka qenë në Varrezat e Ermajit, aty ku ju bën edhe nderimet e fundit mjeshtrit të madh Paulin Doja. Po cila ishte karriera sportive e Paulin Dojës? Fal cilësive të tij të spikatur atletike, akrobatike dhe pasionit që ai shfaqte që në vogli për katërkëndorin e portës, Paulin Doja do të përfshihej menjëherë në ekipet zinxhir të klubit Vllaznia, aty ku një trajner i madh si Xhelal Liuka, i njohur në veçanti si seleksioner i përsosur për elementet e perspektivës, aktivizon me shumë sukses në ekipin e të rinjve dhe shumë shpejt e rekomandohen për të kaluar në ekipin e parë që i përket vitit 1964, ku që përja atij viti e në vazhdim emri i tij do të ishte ndër më të lakuarit e portës shkodrane dhe asaj shqiptare. Pasi fiton Kupën e Republikës, sot Kupa e Shqipërisë me Vllaznin e sezonit 1965, ai do të shkëputej përkohësisht nga Vllaznia për të kryer shërbimin ushtarak në Skrapar, atje ku ka një histori më vete, sepse fal kontributit të tij në skuadrën e qytetit, ka marrë vlerësime maksimale nga i gjithë komuniteti i atij qyteti. Rikthimi i tij në Shkodër koincidon me emra të spikatur të futbollit shkodran, ku krahas lojtarëve më me përvojë, si Sadedin Zmiani, Frederik Çapaliku, Esat Rakiçi, Kol Xhoni, Selami Dani, Nikol Gjergji, Ismet Hoxha, si dhe të tjerëve në vazhdim si Zydi Basha, Sababizi, Ramazan Ragami, Medin Zhega, Halil Puka, Çesk Ndoja, rreshtohet edhe Paulin Doja. Një brez ky që shkruan historinë e futbollit shkodran duke fituar 2 trofete sezonit 1972, Kupë dhe kampionat, duke qenë skuadra parë në Shqipëri që fiton 2 trofet një herazi. Për të theksuar në këtë sezon është ajo që krahas titullit kampion, shumë emocionuese, ishte finalja e Kupës së Republikës Vllaznia Besa, ku pas fitores së Kavajasve në ndeshjen e parë në shtëpi, ndeshja kthimit në stadiumin e atëhershëm Vojo Kushi do të shndrohej në fest për kuqe-blut dhe gjithë tifozërinë shkodrane. 2-0 për Vllaznin në kohën e rregut, me 2 penallti të shënuara nga Ramazan Ragami, ndërkohë që në gjuajtjen e penalltive, Ragami shënon edhe 5 të tjera, ndërkohë Paulin Doja pret penalltinë e gjuetur nga Merhori, duke u shndruar në hero të fitimit të trofeut. Krahas këtyre 2 trofeve, në karrierën e tij sportive, Paulini do të fitonte edhe 2 Kupa Republike, por nëse nuk do të penalizohej nga regjimi i parshëm duke përjashtuar nga sporti për arsye biografike, titujt e tij do të kishin qenë edhe më të shumt. E me që jemi tek problemet që ai vuajti në kurriz për biografinë e familjes së tij si dhe të bashkëshortes që sistemi i kaluar e përsekutoi në kulmin e karrierës së tij sportive, është me vend të sjellim në vëmendje një letër të shkruar nga Lek Mirakaj që e lexuar gjatë ceremonisë së përcjelljes për në banesën e fundit preku thellë të pranishmit. Lam të mirë Paulin Noja. Nuk thash as i madhi, as legjenda e futbollit, jo se nuk i meriton, po se ti je më i madh. Ti ishe njeriu dhe do ngelesh në kujtimet e mia, ai Paulini që sfidonte regjimin. Do t'i jesh gjithmonë ai Paulini që sa herë vishe në lushnje për meshje, do t'na takojshe ne 2 nipat e tu, Mojsin që aq fort të donte dhe mu. Ne ruheshim mos na shihte dikush, mundoheshim me qenë sa më të kujdesshëm. Kurse ti ishe gjithmonë ai sfiduesi normave të mrapshta që kishte imponuar regjimi. Ti e pagove, ti prishën ëndrat, ta ndërpren karrierën, u mundun me të diskreditu. Po Shkodra e Shkodran të donin, asnjëherë nuk të hoqen nga zemra.
të deshën dhe do të kthejnë historinë tane në legjendë. Historia jote ka marrë tashmë për masat e legjendës. Sa shumë kujtime qysh nga fëminia. Koha e shkëlqimit tan, koha e përsekutimit dhe krenaria se ti ishe daja jem, e do të ngelesh për gjithmonë ai, Paulini, që pa të drill qerpiku, shoqënoishe hallen tane në rrugtimin e mallkuar për të na pa ne, dy djemtë e saj, në ferrin e Spaçit e Qafbarit, e që pa dëshirën e tyne u ban shkaktar për aq shumë vujtje ndaj tejet. Na fal Paulin, o daja jem, o njeri i mirë i dashtun Paulin. Unë nuk jam aty me ta hedh një grush dhe, po me mendje i shoh shokët e tu, dashamirësit shkodran të futbollit që me dhimbje po ndahen me ty që le aq shumë kujtime të bukura. Na fal o daja jon, ne nuk deshtëm që ti të vujshe për shkakun ton, po jemi krenar për jetën tane. Të qofti lehtë dhe u, pushofsh në amshim me të dashtunit e tu, pushofsh në paqe. Por me gjitha të, edhe pse në të tilla kushte presioni me këmbguljen e miqve të tij të sportit, ndërto edhe Astrid Hafizi, i cili në rolin e trajnerit propozoi dhe këmbguli rikthimin e Paulin Dojës në vazhdimin e aktivitetit sportiv, tashmë në cilësinë e trajnerit të portierit, Paulin Doja do të fitonte edhe 4 trofe të tjerë si pjesë e stafit teknik të ekipit të parë, ndërkohë që një pjesë tjetër po aq e rëndësishme është kontributi që ai dha si trajner i portierëve pranë Akademisë së Futbollit Vllaznia, nga duart e të cilit dolën emra të spikatur portierësh. Për të gjitha këto, Paulin Doja ka marrë vlerësime si mjeshtër i merituar i sportit, nderi i sportit shqiptar, mirënjohja e qytetit të Shkodrës, portieri më i mirë 104 viteve në futbollin shkodran e plot të tjera. Do tashmë është momenti të ndjekim 3 intervista shumë interesante, të cilët kanë ardhur nga bashkëkohësit e tij, pikërisht nga 3 figura të njohura të futbollit shkodran, Rauf Çanga, Zyti Basha dhe Ahmet Meta, të cilët kanë pasur fatin të luajnë në fushën e lojës me Paulin Dojën, kanë pasur fatin të shpallën kampion dhe të fitojnë kupën e Shqipërisë pikërisht tek formacioni i Vazdis. Ato flasin me shumë respekt, madje njëri prej tyre, Zyti Basha, përcjell edhe një propozim shumë interesant i cili ndoshta mund të merret në konsiderat. Ai propozon që 4-sja e kollosëve të futbollit shkodran dhe atij shqiptar, Medin Xhega, Ramazan Ragami, Saba Bizi dhe Paulin Doja të përjetësohen me një bust në stadiumin Loro Boriçi. Por gjithsesi të ndjekim prononcimet e tyre. Rauf Çanga, një koleg i fushës së lojës dhe mik i afërt në jetën e përditshme të Paulin Dojës, sot momenti i përcjelljes në banesën e fundit. Na ardhi keq që unë mor me vesh për humjen e Paulinit. Ai arriti kur që unë Sabaj që ndodhi, ishte i lodhun, ai do të më ardhë atje. Na i tha me masajde që jena në vend tënd, se më kishte dëshirë, por kalunin të mund të remuj gati banë që vdek Sabaj, edhe në rajet edhe Paulini, një portier që nuk i ka arë Shkodrës dhe divin. Unë kam ba një listë shumë prej portierave që unë Dot Tahiri nuk e kam njofë, se kam kënë shumë i vogël, por mos Dot Tahirit kanë ardha me të minutat e ba me përmend emrat një 24. Si kënë nuk ka hinkush në port. Ka kënë një portier që ka pas synin, ka pas trimnin, ka pas egun, ka pas shoqëninë i dashtën i këndshme. Kena kalu shumë mirë me dhe në për hotele, në për razi, me thethë. Ka kënë shumë atë, mirë po biografia la, po u bon Paulini edhe herë më i mirë, pa të fatin e keq, që me të mrapa, si me thanë, a i vazhdoj me trajneri me Vllaznin për disa vite me radhë, dherë sa e la tjera. Familja atyne kanë hek një djali mirë, një burë, shork, babë, i këndshëm, i lezetshëm. Na vjen keq, se kena kënë mëshatare, po unë 2 vjetë që jam me te, edhe na ka jetë shumë muhabeti me te. A i ka kënë një portier trim, e majnë mend në Korçë, ishte thuj këtë gishtin e madhë, në Allçi lujti në Korçë. Më gjenoj dhe çfarë egut ka pasë për futbollin shkodran. Që thëmë tjetër, duhet... 4 kollosët e futbollit shkodran, Xhega, Ragami, Bizi dhe Sfondjellë. Janë 4 kollosët më të mëdhenj që iken
sidomos të atëre mërënda 2 vjetëve që me thonë, që dini ka dhe vjetë që ka ikë, janë pa rritëshëm, por gjithë kush ka, për shumë, kap Zën Ragamin, ka kënë për gjutjet standarte, kap din zhega i ajrit e i tokës me kokë, sa Babizi i ka vunë kapak, Paulinë Noja nuk i vjen ma Shkodrës. Që me folë ma tepër për të. Veterani i nderuar zoti Basha, shok koleg i fushës dhe jetës së përditshme me Paulin Ndojen. Iku dhe një tjetër koleg i nderuar i futbollit shkodran. Vjen shumë keq për ikjen e tij, por unë kam shumë kujtime me të. Se kena ka një moshë, thosh, unë 7-8 muaj diferencë. Edhe qysh në vitin 62, kena kanë me paratrit, me trit, me ekipar s'kena dakor. Paulini ka kanë mirë në portierat, që nuk mund të keq Shqipënia më. Pavarësisht se si ishte puna e partisë më të kohë, por si portier, atë kena pas mbrojtës dytë. Nëse mu më ka ikë kundërshtar, ka doj me Paulinin vetëm, ai ka pas për detyrë me më pështu mu, për me ba, me kap topin. Kam kënë një rast me te, që nuk e kuj harroj kur, në Elbasan Dushka, në Elbasanit, unë 5 metrë në diferencë, unë hedhe me kuj se kapi topin, ai një rrëvëshrat e si për të tanë forcen, pa lidhë një gjaks edhe ra në tokë. Unë të pa ka topi, si edhe mrapa, mas ka një rjetë, ka shkuj rjetën, ku shëp Pavlinin të fikt me tëpë musë, të lidhën. U qu, si ka mundësi, thëmë. Rasti tjetër me Gogonin Lushnje. Edhe me kuj se kapi, Gogoni 5 metra e njajta me te. Pra ka bënda pritje si s'mund t'i presim portierë në botë rëzik. Ishim i rast me Qemal Voglin në Durës. Se kena pas që gjitha Lushnje ka pas motën e ati. Edhe ra piseda i thëtë Pavlinit, ti e portieri muaj mirë në Shqipni. Ja i thëtë, muaj mirë në Shqipni jeti. Qemal Vogli i thëtë, ti e muaj mirë se ti e matë që a zesmit për topin. Edhe një ashtu ka kenë. Që me thënë për Pavlin, unë kam jetë me te. Rase dhja, në kena hongë ma pak se tonë gola vetëm për e portierit. Se kena pa shpinë në zetë. Mërë e manë, 17 vjeç i dzuli unë i portën, i nëseri në zorin stëll, edhe të pas të me zjadanin. E s'ka pas kush mi hinë portë. Pa më bërësisht se ishin ta unë biografijet më njërësh, pa e ka kënë portierit për mund. Se edhe shosnin që ka pas me te, dhe i nej Gjerjuka i Fatrusi, për që nuk ka portier si aji. Që me thënë për te, do të më nej... Momenti kulmor, Basha është 72 që përfituat kupë dhe kampionat. Momentin e nërqës tha, Zani tha, ti bani së unë një pres. Edhe një ashtu doli. Bani Zani të pojnë, bani ata, bani Zani të dytin, bani ata, të rritin e priti portieri. Një ashtë ishte. Pra, pitër në kampion për kupën në Republikës, për i përvindrës e morme. A më rësisht e zjati, por a i ka të lanë kontribut jashtë zakonshëm. Si kur thonë për Zanin, për Binin dhe për Savajin, kjo është i katëti. 4 moskujtet, me mujtë një bajnë busë në stadium, ata meritojnë. Që me thënë ma tepër, se falendes për jush. Ahmed Beta, një nga portierat e vazhdimis të vite, shumë i saktë në rrugën e Portës, por një koleg me Paulin Ndojen, për shumë e shumë vite me radhë, e keni zëvendësuar shpesher në rrugën e Portës. Vërtet. Do t'i në ndellë me dhëndëm të mirë në fundit një shokët dashtën tonë, një futbollit legendar të Portës Shkodrane. Ka ka ditë 10 dhe ashtë shumë. Shumë e rronë për ne me përcjell një shokën tonë dashtën. Me Paulini kam kënë qysh në Smini, qysh në ekipit e paratrive që jam njohë me te. Kam kënë rezervi ti, kam kënë rezerve me trit me te, po ashtu edhe me ekipin e partë Vllaznisë. Ka kishe nërën e mallë, që kishe rezervi ti, zëvendësuesi ti, një portierit mallë, si Paulin Ndoja. Me të kemi kalu shumë vite në stërvite, në neshe, të cilët për mund të tjetë i paharru. Paulini ishte një në ato portierit që të bote për vedi, ndash me guximin, ndash me karakterin, ndash me lojën e ti me pritit e bukar, me akrobacit e tia, jo më këtë është juta dhe si maqa zesë. A ju bashku me 4 mosketierit bashkë me të mëdhejt Din Zhega, Sababizin dhe Zën Ragamin, u bashku dhe
Paulini 14 qytetet e shkollë si të mesin për jetë në kujtimet tona. Dy potjerë të një brezi, si ishte bashkëpunimi juaj me Paulinin? Unë me Paulinin kam pas një marrëdhënie shumë të mirë, na respektoshim njëri tjetrin, Allah im respektote mua, unë respektosh atë. Thash edhe herë që kam pas në erën tim rezervit një portierit më si Paulin Noja. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij, ngushëllimi e familjes. Me shumë respekt dhe konsiderat dhe me vlerësime maksimale flet për karrierën sportive të Paulin Dojës edhe mjeku sportiv i Vllaznisë Zyti Çoba. Një emër shumë i spikatur që ka luajtur dikur basketboll me Vllaznin kampione, por për shumë vite ka shërbyer si mjek i Vllaznisë dhe kryesisht i futbollit dhe duke qenë edhe në një farë mënyrë bashkës, paksa më e madh se Paulini, por bashkës në karrierën sportive të Ndojës, ai ruan kujtime shumë interesante dhe e vlerëson për pasionin dhe sakrificat të fushën e futbollit. Ta ndjekim. Doktor Çoba, një jetë të tërë me sportin, por një jetë të tërë edhe me Paulin Nojën. Keni pasur bashkëpunime të hershme me të? Është drejt këtë që thuti. Ke jeta sportit është një mrekulli, edhe falë Zotit që unë kam kënë shumë vite më ranë dhe kam njohë brezat, po këtu bëhet fjalla për brezin e parë, ose takimin e parë me sportistët më të mirë që qiti Shkodra. Është një fotografi me 4 vetë, 4 korifej janë të futbollit Shkodrës. Shkodra ka qitë shumë para dhe mrapa tyne, por të kanë lanë një figurë në të gjitha drejtimet shumë pozitive. Qoftë si futbollist, qoftë si njerëz, qoftë si familjarë të tjera. Paulini ishte për aty në shokëve që jo vetëm si sportist që i takoj pak me luj, por prania e tij në Shkodër mas dënimit ka qenë që ka bën një reagim të jashtëzakonshëm. Gjithë kollë kanë prit mirë, që me kanë i panullën kur gjë, pra nuk ka pajtu me dënimin e tij. Ai vazhdojtë karrierën ashtu siç e filloi, do të ishte me emrin edhe shumë më të lartë. Jo që ka ullë vlerën, sepse ky bën edhe punë tjetër, filloi punën si trajner, punoi me një brez portierash, me sakrificë, me mund, ty lanë atë dashamirësinë me të gjithë. Dhe njëra vjen keq sepse ne jena i brez afër, që në më thonë plus minus që na kanë gjithë njëni me tjetën, po ne jena ndorë Zotit. Doktor, në jetën e përditshme, si ishte Paulin Noja, sepse keni pasur rastin të cilave gjatë? Në mëzish prit që më taku, sepse ishte tanë humor, tanë, në më thonë, dashamirësi, nuk e njifte të keqe, nuk ishte për këta. Kështu që ky ka lanë shumë gjurmë të bukura, e të mira, edhe inshallah i ka me jetët të fëmijë, sepse jeta ka kushtet i veta, ciklet i veta, si me thonë, ne nuk jena të përjetshëm, por nuk do në me dhe gjuhë. Për shumë, unë jam i më i rritën se sa ata, unë duken si fëmijë, si shok, si u rritë me bashkë. Inshallah më lidhën për të mira, e s'kena raste tjera që ka botë që nuk nalet. Doktor, faleminderit. Të falenderoj edhe ju, inshallah me suksese, me gjëra të mira, në gjëra në intervista të tjera. Ndërkohë, një brez tjetër pak më i vonshëm, por që ka pasur rastin e bashkëpunimit në fushën e futbollit dhe kryesisht edhe tek sektori i stafit teknik, janë edhe sportistët dhe ish sportistët e Vllaznisë, por edhe ish drejtuesit e klubit e stafit teknik dhe të klubit Vllaznia. Fillimisht është pikërisht Ferit Boshi, i cili ka qenë zëvendëstaner tek stafi i Vllaznisë, duke pasur në pankinë në krahët e tij dhe trajnerin e portierëve Paulin Doja. Por në vijim është dhe prononcimi i Armir Grimës, i cili e thekson ai vetë dhe ai vetë është përgatitur që në moshën 14 vjeçare nga Paulin Doja dhe gjithë karriera sportive, sukseset e tij në vite i takojnë, i dedikohen kontributit që ka dhënë Paulin Doja pikërisht në përgatitjen e tij. Por me vonë do të ishte edhe drejtuesi i klubit Vllaznia, Armir Grima, ku ka pasur sërish për bashkëpunimet e afërta me Paulin Dojën.
Dhe në vijim kemi dhe një intervistë tjetër, po aq interesante edhe nga Nikolitë Thana, i cili aktualisht jeton në kryeqytet së bashku me Hysen Dedjen, dy futbollistë, dy bashkohës që kanë luajtur për vllaznin, të cilët krahas fushës së futbollit që kanë pasur bashkëpunime me trajnerin Paulin Doja, në jetën e përditshme Hysen Dedja dhe Nikolitë Thana njihen publikisht që kanë pasur një shoqëri me të vërtetë shumë të afërt. Duke jetuar në Tiranë, vitet e fundit ato vazhdimisht e kanë pritur dhe përcjellur me shumë kënaqësi dhe ngrohtësi sa herë udhëtonte në kryeqytet Paulin Doja, bëj festë në kryeqytet. Ti ndjekim pra paroncimet pikërisht të këtyre sportistëve, këtij brezi, duke nisur nga Hysen Dedja për të vijuar me Ferit Borshin, me Armir Grimin dhe me Nikolitë Thanen. Hysen Dedja një ish kapiteni i vllaznisë, por edhe një trajner i vllaznisë duke pasur në pankinë prekrati të madhin Paulin Doja. Ditë e vështirë sot për ta përcjellë në banesën e fundit. Shumë e vështirë. U bë disa ta herë pra që vim në Shkodër pra për rastet e tilla, për këto figura shumë të mëdha të që i dhanë futbollit të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë, duke filluar pra nga Zhega, Ragami, Bizi dhe janë të gjithë që kanë kontribuar, por ta ishin më të veçantë si edhe i madhi Paulin Doja, që është pra që kemi ardhur sot për te. Nuk është vetëm të kjo fillimi pra që ka punu me mua ose me trajnerë tjerë, si trajneri portierë, por edhe të futbolli luajtur Paulini, me që kam bisedu dhe sa kam njekun, kam folë me bashkë luajtësit e tij, thonë që portierë si Paulin Doja, porta shqiptare nuk njeh. Pat kuptohet nuk duhet përmendi peripetësit që pat një karrierë shumë të shkurt, për problemet që tesh nuk duhet i përmend, por e plotësoi këtë karrierë me kontributin e tij, atë si thatë ju në fillim, duke servit pra duke qenë trajneri i portierave për i kohë të gjatë që në 86. Pra është i pari trajner në historinë e futbollit shqiptar që është trajner i portierave në Shqipëri, me Afizin. Dhe duke marrë pra trofe, ai përveç se ishte një specialist i mirë për portën, ishte edhe një njeri shumë i dashur, ishte një njeri që me gjithë sportia, ai si atë harmoninë në ekip. Si atë harmoninë në ekip, me atë dashamirësinë e tij, me humorin e tij, megjithatë unë duhet ta myll, na ka ikë një nga miqtë më të mirë të sportit dhe si njeri të Shkodrës. Faleminderit. Ferit Borshi ishte futbollist i vllaznisë, por edhe ishte trajner i ekipit të vllaznisë, një bashkës në pankinën e vllaznisë me të madhin Paulin Doja, i cili po përcjellet në banesën e fundit. Jam të mira fundit për kolegun tuaj të stafit teknik që punuat për shumë vite Borshi. Si e kujtoni? Është e vërtet, punuar për disa vite bashkë si të ekipi parë, ashtu se të ekipi akademisë të futbollit. Pablini ishte një nga portierat më të mirë shqiptar. Unë ishe fëmijë atëherë kur shkoshe me prindë mi me e pa. Një figurë e madhe e futbollit shqiptar, i cili fatkeqësisht sot u nda nga jeta. Kam kujtime shumë mira prej tij. Ai punon shumë, i dha shumë ekipit vllaznisë, por jo vetëm. Ai ishte shumë korrekt në punën e tij. Nxorë disa portiera, siç ishte Arvid Hoxha, Aviner Dani, Mir Grima, Sharri. Dhe puna e tij ishte me të vërtetë vetmuese. Sa vite patët rastin të punonit në stafin teknik të vllaznisë? Punova rreth 5 vjet me Paulin Dojen. Në ato vite që vllaznia ishte kampione e Shqipërisë, po ashtu punova edhe për 5-6 vite të tjera në Akademinë e Futbollit. Si ishte Paulin Doja në pjesën e sportit, por dhe jashtë sportit? Në pjesën e sportit, Paulini ishte shumë i dashur, kishte një reputacion shumë të madh, ishte me të vërtetë i respektuar dhe i nderuar nga
publiku, jo vetëm Shkodran. Më kujtohet se sa herë që shkoshim në Parrata me lujt me ekipin e Vllaznisë, Pavlini kishte një shoqëni shumë të madhe, e cila më bate shumë përshtypje. Gjithë ku shkohet ajo respektote. Ishte njeri, domethënë, i thjesht, megjithëse ishte një portier mjaft i madh. Patyshim një humje e madhe për futbollin shkodran dhe shqiptar. Sigurisht është një humje e madhe për futbollin shqiptar edhe futbollin shkodran. Unë nuk mund të tham gjë tjetër me të vërtetë, më vjen shumë keq, sepse edhe ti u ndërprej karriera në atëherë kur ajo mund të jepte ndoshta edhe më shumë. Unë nuk mund të tham gjë tjetër veçse ngushëllimi i familjes, është edhe një humje e madhe për qytetin. Ne iku i të Sabajit, është ne iku dhe Pavlini, me të vërtetë është një humje e madhe. Faleminderit Bosh. Faleminderit edhe për ju. Ngushëllimi i familjes edhe herë. Ish portieri i Vllaznisë dhe sot trajneri kombëtar të femrave të Shqipërisë Amir Grima. Jeni nxënësi direkt i Paullin Nojën, se keni theksuar vazhdimisht se në moshën 14 vjeçare keni dalë nga duart e tij. Po çfarë thënë, të flas për Paullin Nojën, për një emblem të sportit shqiptar, jo vetëm atij Shkodran. Besoj që është e tepërt se kush nuk e njeh Paullin Nojën. Unë jam vrit, e kam pas si prind dhe hidhimi është shumë i madh, por ligjet e natyrës, ligjet e jetës, këto janë. Çfarë fitojnë të një moment veçantë në procesin servitor, si ishte Paullin Noja? Me Paulinin kena shumë kujtime, kena shumë gëzime, kena shumë hidhërime, kena gëzu bashkë, kena festu bashkë, kena hedhuru bashkë. Dhe janë të panumër, megjithatë këto janë humje që nikojnë sportin në emblemen që ka pas Vllaznia, sepse nëse ne përmendim emrin Vllazni, normalisht menja që kanë të këto kollosa, Zan Dragami, Sava Bizi, Paullin Noja, Din Zhega, këto janë që kanë zbukuru emrin dhe kanë vënë një themel shumë të madh tek kjo Vllaznia e madhe. Dhe normalisht që ne të shprehim pikëllim, të humsha një mik, të humsha një pjesë, mu me Paulinin e kam deklaruar më përpara, më ka humbur një pjesë e shpirtit, sepse kena kanë shumë të lidhur bashkë. Çfarë mendoni që keni marrë nga Paullin Noja në rrugën e portës? Kam marrë shumë gjana, sepse mi ka dhënë me dashnin më të madhe, jo vetëm mu, po këtë që i ka servit, unë kam fatin e madh, që jam servit për Paullin Nojës, e një vedin me shumë fat, dhe e falenderoj shumë me shpirt për atë që ai më ka dhënë dhe për atë që më ka mësuar në sport, dhe them inshallah është gjithmonë mirë me Zotin, ashtu siç ai ka pas shpirtin e bardhë. Goja amel që ai kurkush. Nikolin Thana, një ish futbollist i njohur i Vllaznisë kampione, por edhe një mik i ngushtë i Paullin Nojës, figurës së madhe sportive të Shkodrës dhe Mëngjerë, që sot u plotson në banesën e fundit. Ishit prezent për të nderuar mikun tuaj, erdhët nga kryeqyteti së bashku me një grup miqtues të sportit. Ty ishte mik i gjithëve, jo vetëm imi. Unë kam pas fatin që ta njoh të moshën e rinisë time. I iku Shkodrës, mas Savabizit, një vlerë e futbollit, shkodranë dhe shqiptarë. Ky do i mungo i Shkodrës, Shqipnis, ne shokëve dhe mizve, që na rriti me pasionin për sportin, me dëshirën për të shërbyer Vllaznisë, me dëshirën për të shërbyer futbollit të shqiptar. Është i pazëvendësueshëm. Të tjetë i pazëvendësueshëm, do ta kujtojmë për jetë si shok, si mik, si vlerë edhe sportit, edhe futbollit në veçanti. E keni pasur në kohën tuaj si trajner i portierëve të Vllaznisë. Jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Një punëtor i jashtëzakonshëm. Një njeri që vllai kontribut jashtëzakonshëm për përgatitjen e portierëve, edhe të perspektivës, jo thjesht portierëve që ishin në ekipin e parë të Vllaznisë, por ta vënë vit hoq se Mir Grimis vlerat futbollit shqiptar, po edhe të ekipeve zinxhir. Ishte një i apasionuar jashtëzakonshëm, një vlerë të stërvitshmëria, të edukimit, të vlerat sportive ishte i papërshtatshëm, përveç se
marrëdhënie shoqërore dhe mision ishin të Për jashtëzakonshme. këtë jashtë së sportit, ju keni ishte- pasur mik afërt që bashkë me kolegun tuaj, Sel Dedja, e të tjerë, sidomos në kryeqytet se jeni sponsor kohët e fundit, sa herë mbledheshit ishte fest. Për çdo muaj. Për çdo muaj, 2 muaj. Ishte njëri që ne nuk rrinim pa te, ai s'rrinte dot. Po ne, tash do mundohemi të mësohemi që të rrim, se do na mungi për jetë, pas parajsen, grima, pas arrisin, inshallah, do mundohemi sa do pak, që ne të kompletojmë bashkëtekun e tij që është e pamujtën për të kompletu. Qoftë në aspektin sportiv, qoftë në aspektin njerëzor, shoqëror, miqësor, ishte gjithçka për ne dhe faleminderit për gjithçka qala për futbollin edhe për shoqërinë tonë. Nikolitana, faleminderit për të kujtimin. Faleminderit edhe ju. Ndërkohë për të respektuar figurën e madhe të Paulin Dojës, kanë ardhur dhe shumë emra të njohur të futbollit shqiptar nga disa qytete të Shqipërisë, por ndërto ne veçuam 2 emra, pikërisht Faruk Sedinin, një dinamovit i thekur prej vitesh, por dhe një mik, një koleg i afërt i Paulin Dojës në fushën e lojës, por edhe Artur Çubani, i cili ishte në atë periudhë përfaqësues i klubit Traktorit të Lushnjës, por më vonë luajti edhe me ekipet e kryeqytetit. Ato flasin me shumë respekt për figurën, për karrierën dhe për vlerat që përcillte në shoqëri Paulin Doja. Ti ndjekim. Faruk Sedini, një nga veteranët e nderuar të futbollit shqiptar, kryesisht me Dinamon e Tiranës, por edhe një kundërshtar dhe për mik në fushën e lojës dhe jashtë fushës e lojës me Paulin Dojën e madh. Unë do të thoshe që humja e Paulinit është një humje e madhe. Sigurisht për familjen, për ne, shokët dhe bashkëkohësit e tij, për futbollin shqiptar dhe për gjithë Shkodrën. Paulini, megjithëse me 7, një dikush do ta mendonte që nuk është për portier, se nuk hynte tek portier të gjatë, por ai ishte njëri fluturues, apo një portier fluturues që i thonin ne, ku ishim të ri. Kështu që ai e kompensoi atë shtatin që se kishte, po them, në atë lartësinë e një portierit klasik, e kompensoi me inteligjencën, me zgjuarsinë, edhe me dhuntin që i kishte dhënë Zoti për të bërë portier. Dhe mendoj që për gjithë periudhën që luajti, përpos si njeri, që ishte një shok, një mik, që do ta veçoja, një mik i rrallë, por ishte edhe një portier që mos kishte atë për kohën thonjza, po e them fatkeqësinë, ai do të ishte pa diskutim një portier e ekipit përfaqësues. Vjen shumë keq për humbjen, edhe jam me të vërtet i impresionuar, edhe më falni për impresionin. Për të nderuar figurën e Paulin Dojës, si legjendës e Portës Shkodane dhe së shqiptare, kanë ardhur edhe shumë miq të tij nga Tirana dhe rrethët e tjerë të Shqipërisë. Njëri prej tyre është Artur Çobani, një figurë shumë e spikatur e futbollit shqiptar, por që ka pasur fatin të luajë pak kohë përballë Paulin Dojës, ndërkohë që më pas në rolin e trajnerit keni më tepër apo jo Çobani? Po, me Paulin jemi miq në radhë parë. Më shumë se sa domethënë bashkëkohës futbollit, sepse Paulini ka luajtur herët. Por duke qenë se unë jam njeri i sportit, Paulini në memorien time është një nga figurat më të vlerësuara të sportit shqiptar për atë çfarë ka dhënë në fushën e lojës. Ka qenë mik i ngushtë i Sami Shefës, me të cilin unë isha në një ekip në Lushnjë dhe nuk ka vlen që unë të them fjalë për jetën, për karrierën e Paulin Dojës si futbollist, sepse nuk do jem aq i aftë që të plotësoj këtë CV të tij, sepse CV-ja e Paulin Dojës si portier, si talent është i jashtëzakonshëm. Mjafton të kujtojmë që vllaznia e Shkodrës njihet për një kuartet që fillon me Ramazan Ragamin, Din Zhegës, Babizin dhe Paulin Dojën, është e tepër të flasim ne të tjerë nga mbrapa se kush ka qenë karriera e Paulinit. Unë më shumë do të flas për Paulinin si njeri. Paulini ka qenë njeri i jashtëzakonshëm. Paulini, jo vetëm që nuk arriti domethënë të evidentoj të gjitha vlerat e tij si sportist për shkak të
të atyre çmendurirave të kohës që nuk e linin Paulinin të shkonte në ekip kombëtar, që nuk e linin Paulinin të luante në ndeshje ndërkombëtare, për shkak të atyre që në thonjza duhet ta quaj sot diku quheshin biografi, krijuan domethënë një stres dhe një bashkëllik domethënë në karrierën e Paulinit. Por më mbrapa, kushdo që e ka njohur Paulinin, ka parë edhe ka menduar domethënë çfarë vlerash pas ky njeri. Ky njeri i jashtëzakonshëm, ky njeri që nuk u përkul kur për të çuar deri në fund pasionin e tij, ky njeri që u vun shërbim të vllaznisë për brezat të tërë domethënë futbollistësh, sidomos mbaj mend kohën kur trajner ka qenë miku im Serdedja dhe Paulini ishte pranë tij domethënë se sa i vyer ishte Paulini pranë një ekipi futbolli. Pa llogaritur pastaj këto vitet e fundit kur me Paulinin domethënë kemi kaluar shumë momente të bukura edhe miqësie. Çobani thatë pak më herët në bisedë jashtë kamerës se keni pasur pak kohë se keni luajtur në atë kohë kur Paulinoja po u largonte nga fusha e lojës dhe ju kishit filluar. Po, unë mbaj mend atëherë ka qenë domethënë fundi vitit 75 kur unë sapo fillova domethënë në ekipin e parë të Lushnjës dhe në atë kohë dhe Sami Shefa ishte gati në largim domethënë nga dhe vlerat e Paulinojës i njifja dhe i dija se kush ishin se në atë kohë ke Shkodra lunte edhe Dini, lunte edhe Sabau dhe të them të drejtën domethënë e shikoja me kënaqësi. Kam luajtur një ndeshje kupe, ka luajtur Lushnja, traktori Lushnjës asaj kohe domethënë me vllaznin e Shkodrës. Nuk ka qenë për mund të ketë qenë për vendet 5 deri në 8 dhe përballë ishte Paulin Ndoja. Paulin Ndoja në atë moshë të madhe se kishte një diferencë me mua për 13-14 vjetësh dhe unë si djalë i ri që isha domethënë unë ndjesha i fatlum që isha domethënë në fush me Paulin Ndojën. Domethënë aq emër kishte Paulin Ndoja dhe aq kënaqësi të jepte domethënë ta shikoje përballë. Flas si një ish futbollist. Por pjesa tjetër pas largimit nga fusha e lojës kur ishte si trajner i portierëve tek Vllaznia ka qenë me afër edhe për ju. Pa diskutim për mua pastaj ka qenë ajo periudha e miqësisë do thosha se nuk e ndjeja më veten domethënë ai fëmia i sapo filluar në sport dhe Paulini ai mjeshtri i madh që ne i shikonim si idhuj domethënë kur luani përballë tyre, por ishte pjesa domethënë e miqësisë dhe ishte me Paulinin domethënë i ulur për tavolina miq edhe biseda të tjera ishte një kënaqësi dhe për Paulinin domethënë dëgjoja dhe mësoje shumë gjëra nga mençuria njerëzore, nga e kaluara, nga vështirësitë apo edhe nga sporti kur fillonte Paulini tregonte historitë e dikushme të futbollit shqiptar. Mua Paulini domethënë më la një bashkëllik në vetvete, pavarësisht se e dija që smundja kishte disa kohë që kishte filluar domethënë ke Paulini, por nuk e mendoja që do të largohesh kaq shpejt nga jeta. Ndoshta thosha Paulini do ta kemi akoma më gjatë. Po gjithsesi ka lënë kujtimet e jashtëzakonshme si figurë futbollistike. Domethënë kushdo që ka dëgjuar domethënë që kjo ndodhi me Paulin Ndojën ka shprehur domethënë keqardhjet edhe konsiderata domethënë të jashtëzakonshme. Edhe unë do t'i shpreh ngushëllimet familjes, fëmijëve të Paulinit, edhe të gjithë miqve dhe shokëve të tij, në të njëjtën kohë edhe juve, vllaznisë, të gjithë domethënë pjesëmarrësve të futbollit vllazni duke filluar nga stafi, nga ekipi, nga gazetarët dhe nga gjithë qytetarët shkodran, sepse sot do ta përcjellin për mbanesën e fundit një nga figurat më të shquara të futbollit shkodran, të fundit të kuartetit të famshëm Shkodran. Siç është Zhega, Ragami, Bizjes dhe Ndoja, kolosët e futbollit shkodran. Paulini mbylli domethënë këtë karrierë të këtyre domethënë 4 kolosa në moshë që mund të jetonin akoma dhe të ishin midis miqve, por jeta. Artur Çobani, ju falenderoj shumë për këtë Faleminderit ju që më dhat mundësinë që për të shprehur për Paulinin. Për të nderuar figurën e madhe të Paulin Ndojës, kishin ardhur dhe shumë autoritete nga kryeqyteti, ndërto veçojmë edhe presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, i cili së bashku me stafin e tij ishte prezent në ceremoninë e përcjelljes në banesën e fundit dhe duke folur për median, ai foli me superlativa pikërisht për figurën e Paulit Ndojës. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit të përsëri Shkodër për të përcjellë një kolos tjetër të futbollit shkodran, i Paulin Ndojë i madh. Sot është një ditë e trisht, një ditë që kemi një humbje të madhe, kemi humbur
një nga futbollistët me më shumë kontribute në futbollin shkodran dhe atë shqiptar, Paulin Ndojen. Kemi humbur një mik të mirë, një shok të mirë, një familjar të mirë, njeri shumë i respektuar në ambientet futbollistike, jo vetëm Shkodër, por edhe në vende të tjera ku ka kontribuar si trajner dhe në gjithë Shqipëri. Fatkeqësisht ne po humbim atë plejadën e shkëlqyer të futbollistëve shkodran nga që kanë kontribuar si Paulin Ndoja dhe gjithë brezi i tij. Personalisht kam pas njohje të afërta me Paulin, kam pas një respekt të madh për të, ka qenë një njeri paqësor, një njeri që ka përcjell vetëm mesazhe pozitive gjatë gjithë jetës së tij. Do ta kujtoj me respekt gjatë gjithë kohës Paulinin si shok dhe si mik. Me këtë rast, në këtë ditë të trishtë, unë dua t'i shpreh ngushëllimet e mia radhëpar familjes Paulinit, i gjithë komunitetit futbollistik shkodran dhe atij shqiptar, klubit Vllaznia, dhe u preh në paqë Paulini. Dhe ta kujtojmë gjithmonë ashtu siç ai ka kontribuar në jetën e tij. Kujtimi i fundit me Paulin Ndojen, zoti Duka. Realisht ka disa ditë apo më shumë se ditë që nuk jam takuar fizikisht me Paulin, po siç e thash, gjithmonë kujtimet kanë qenë pozitive. Njëri pozitiv, ju gjithë jeni dëshmitar të pozitivitetit tij. Unë kurrë nuk e kam parë atë me një gjuhë, le të themi, negative këshitjare, po gjithmonë me mesazhe pozitive. Dhe kështu e kujtoj gjithmonë. Faleminderit. Ndërkohë kemi edhe dy prononcime pikërisht nga ato që kanë drejtuar dhe drejtojnë klubin Vllaznia. Fillimisht është Valter Fushaj, ish presidenti i Vllaznisë, i cili flet me shumë konsiderat për bashkëpunimin që ka pasur me Paulin Ndojen, jo vetëm si pjesëtar i stafit teknik në ekipin e parë të Vllaznisë, por kryesisht edhe tek Akademia Vllaznia, aty ku i besoi të trajnonte pikërisht grupin e ri të portierëve, ku nga duart e tij dolën futbollistët dhe dolën portierët që i kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë Vllaznisë, por edhe kombëtarët e Shqipërisë. Dhe menjëherë pas Fushajt vjet edhe prononcimi i presidentit aktual të Vllaznisë, pikërisht Alban Xhaferi, i cili e vlerëson maksimalisht figurën e Paulin Ndojës, por edhe mbështet propozimet që kanë ardhur për nderimet e kësaj figure, ku sigurisht propozimi i parë ka qenë pikërisht pas ndarjes nga jetat e Sababizit, ku 4 tribunat e stadiumit Loro Boricit emërtohen me emrat e këtyre kollosëve të futbollit shqiptar, pikërisht Medin Xheka, Ramazan Ragami, Sababizi dhe Paulin Ndoja, por mbështet çdo iniciativë që vjen për nderimin e këtyre emrave të mëdhej, përfshirë edhe Paulin Ndojen. Ish presidenti i Vllaznisë në futboll Valter Fushaj, një periudhë gjatë bashkëpunimi me të madhin Paulin Ndojen, që sot po përcjell në banesën e fundit, pa dyshim keqardhje e madhe. Ai një keqardhje e madhe shumë, dhe më thënë dhe edhe në disi e pa pritun. Paulini pas dritë e diell, ushtime familjes. Me Paulinin kam pas bikohë gjatë bashkëpunimi, qoftë ekipi i parë, qoftë edhe akademia. Për zotin ka një shembull dhe jashtëzakonshëm, një njeri i dashtën për sportin, një njeri i dashtën për drejtuesit, një njeri i dashtën për akademinë, për fëmijët. I ka dhënë gjithçka, ka dhënë shpirtin për këtë futboll. Unë kam pas një klasi të veçantë që kam punuar me të, por ka një shembull trajnerit, një shembull prinit, një shembull jashtëzakonshëm. Nuk di si ta shpjegoj me fjalë se cilat janë bënimet më të veçanta që do të truani nga Paulin Ndoja? Dëshmirësinë e tij dhe përvoja e tij ka qenë jashtëzakonshme, cilën mua më ka shërbyer shumë, qoftë në menime, qoftë në eksperjenca e tij për sa i përket trajnerit, sidomos trajnerit futbollit, trajner për sa i përket trajner portierësh. Eksperjenca e tij më ka ndihmuar shumë, me thënë drejtën, ka marrë gjithmonë shpesh këshilla, më ka ndihmuar shumë se ka qenë
Angazhimi ti si gjithmonë, se Paulini si që ke pa, ke shkru, si thonë në Shkodran, pra ka kanë një njëri i pastër në punën e vetë, dhe çdo gjë që ka ditë, e ka dhënë me shpirt edhe me pastërti. Rast fushës së futbollit, si ishte Paulin Ndoja në jetën e përditshme, si keni pasur raste të Ne shok i mirë. Faleminderit. Presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi sot në një ditë fatkeqe ndarës nga jeta të një legjende të Portës Shkodran dhe asaj shqiptare si Paulin Ndoja. Sot është një ditë e trisht për gjithë ne, për gjithë komunitetin e futbollit, për gjithë sportin, për gjithë Shkodrën, për gjithë Shqipërinë. Sot kena orë me meru një në figurat më të shume të futbollit shqiptar, Shkodran, Paulin Ndoja, një legjend e vërtet e Portës Vllaznisë, por një kontribus jo vetëm në fushën e lojës, por një kontribus që ka dhënë edhe mrapa për Vllazninë. Shpreha e tij e famshme Vllaznia është jeta jeme, e ka qenë pjedestal çdo gjë që ka bëj për Vllazninë, për qytetin dhe na jena shumë minjos figura të tilla dhe gjithmonë duhet na shërben si një shembull frymëzimi edhe për brezat e ardhshëm. To figurat moja sportit, në veçanti Paulin Ndoja, i përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Pas Medin Xhegës, Ramazan Dragamit, Saba Bizit edhe Paulin Ndoja u largua nga kjo botë. Në përsëdheljen e Bizit patët deklaruar një premtim që tribunat e Loro Boricit të stadiumit do të emërtohen me këto emrat e kollosëve të kësaj katërshe. Patjetër, ta kanë qenë 4 korifejt e futbollit shkodran dhe emrat e tyre duhet i ngrejmë pjedestal pa diskutim, të vendosim ashtu siç kemi propozuar. Dhe por përsëri është e rëndësishme që shembujt e tyre të jenë gjithmonë bërin frymëzimi për brezat e ri, se të ecim në gjunjët e tyre. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit. Nderime për figurën e Paulin Ndojës kanë ardhur edhe nga institucioni i Bashkisë së Shkodrës, por edhe nga forcat politike të Shkodrës. Ndërto ne përzollim pikërisht prononcimin se dha në këtë ceremoni nënkryetari i Bashkisë së Shkodrës, Rudin Beka, i cili me heret ka qenë edhe futbollist i Vllaznisë dhe ka qenë nxënës i Paulin Ndojës dhe ai përcjell pikërisht emocionet asaj kohe kur ai luante futboll me Vllazninë, por edhe me kombëtarën e Shqipërisë dhe e kishte edhe trajner Paulin Ndojën. Shprehim sot ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e profesor Paulinit, një ndër trajnera më të mirë në Shqipëri, do thoja, për sa i përket portierëve, ish sportist i shkëlqyer, ish profesor i imi, dhe besoj se kjo e sotshme është një ditë e zezë jo vetëm për sportin shkodran, por për sportin shqiptar. Ngushëllimet më të mira nga Bashkia e Shkodrës. Duke qenë se ju keni qenë pjesë e Vllaznisë në futboll, keni pasur kontakte më të afërta me të madhin Paulin Ndoja, si ishte në bashkëpunimin me elementin e ri? Profesori ishte një person i jashtëzakonshëm, të thosha unë, një person me shumë humor, që do kujtojmë shumë sot, dhe mendoj se ishte një frymëzim për gjithë brezat, jo vetëm për sportin edhe trajnimin, por besoj edhe për jetën jashtë sportit. Raporti me tifozërinë shkodrane dhe me gjerë ka qenë inspikator për Paulin Ndojën. Ka qenë të shumë të tifozët shkodran, qytetarët e Shkodran që erdhen për të nderuar dhe respektuar Paulin Ndojën në momentin e përcjelljes në banesën e fundit. Ne përzollim pikërisht njërin prej tyre, quhet Astrid Rahmani apo Tuti, që është njihet në publike shumë i njohur nga qyteti i Shkodrës dhe Mezhër, i cili flet me dashamirësi dhe me vlerësim për figurën e Paulin Ndojës dhe ndër të tjera thekson dhe komenton që Paulin Ndoja ishte me të vërtet një nga futbollistët më popullor të Shkodrës. Astrid Rahmani apo Tuti, siç e njeh publiku shkodran, dhe tifozët më të vjetër të Vllaznisë prej vitesh, sot në ditë lavdëmire për një ikonë të futbollit shqiptar, legjendën e Portës shkodrane, dhe asaj shqiptare Paulin Ndoja. Keqardhje patjetër. Ndodh për ngushëllim e familjes ti, familjes futbollit shkodran dhe në përgjithësi familjes futbollit shqiptar. Me fol për Paulin Ndojën, për gjithë strategët e viteve tia, që sot janë të na ikë një ka një, është
duhet me fol shumë. Unë kam kënë 9 vjeç kur te porta i to që kam i fëmi, kam pas nerin që kam pas të prit penaltit, që kam pas nerin që kam pas të prit penaltit me besën e kavajs. Paulin Noja një njëri i portës, një njëri i shefit, një njëri dashamirës, i tifozave, i sportdarësve Shkodran dhe familjar i mirë. Mushlimet edhe herë thash, Paulin Noja është legjend, pavarësisht se iku, se tonë do t'iku me rrallë, Paulin Noja është legjenda e portës Shkodrane, e asaj shqiptare, pavarësisht se ka pas i shkreti fatkesina me njollë zez, një ashtu si ka pa vesh teshat, kur i shifshim të lujt në port, një ashtu i kishte njollën e zez, mos pjesëmarrjen e tij në kombëtarët Shqipërisë. Raportet me tifozët si kishte Paulin Noja? Paulin Noja të thash edhe herë, udhimi jemi i fundit e atij është në Korçë, kur kena fitu me Korçën, me gol që fitu me 1-0. Është një njeri që i kam pasur udhimin më të bukur me veteranët e sportit që janë sot më. Udhimi më i bukur e Paulin Noja kanë dashamirë si më i madh i tifozave. Edhe i dashtën me gjithë kënd, robi qeshun, robi qefit, prandaj tanë do t'ikum thash prap i ditë, rëndësi ka që ftyra ti edhe faqebarësia ti e në rëndë gjithë Shkodra, gjithë Shqipënia. Faleminderit tuti. Faleminderit edhe për te. Tashmë është momenti të përcjellim një intervistë interesante që kemi realizuar pikërisht me Kol Ndojen, me djalin e figurës e madhe të futbollit shkodran, Paulin Ndoja. Kol Ndoja është një djalosh pasionant pas futbollit, duke dashur të ndjek rrugën e babait, traditën e familjes Ndoja në sport, duke nisur nga gjyshi i tyre për të vijuar me Paulin Ndojet, me babajnë e tij, për të vijuar me pas edhe me 2 axhat e tij, me Fredin dhe Francin, dhe me pas edhe me djalin e Xhaxhait, djalin e axhës Gaspar Ndojen. Edhe Kol Ndoja ishte pjesë e vllaznisë, luajti me shumë sukses me ekipet e moshave dhe mbriti tek skuadra parë dhe ishte me të vërtetë i preferuar i stafit. E veçanta e tij ishte sepse trajneri kishte babajnë e tij, Paulin Ndoja. Ai ishte i grumbulluar në Cetin në atë periudhë me ekipin e parë në pritje të aktivizimit në kampionatin kombëtar zyrtar të Shqipërisë, por ndër të tjera edhe një aksident që ai bore një dëmtim mjaft të rënd, mund të themi, por e kaloi me sukses. Me pas u bë shkak që ai të spostohej dhe të largohej nga fusha e futbollit, sepse vetë dëmtimi nuk i lejonte vazhdimsinë e aktivizimit në portën e vllaznisë. Kola ndër të tjera në prononcimin e tij, menjëherë pas ceremonisë ju bë me shumë nderim në Shkodër, falenderon të gjithë ato që ishin prezent, të gjithë ato që nderuan, të gjithë Shkodrën dhe mbarë Shqipërinë që respektuan figurën e babait e tij. Te dje kemi intervistën me Kol Ndojen, me djalin e Paulin Ndojës. Jam me Kol Ndojen, pikërisht djalin e mjeshtrit të madh Paulin Ndoja, i cili u përcoll me shumë respekt për banesën e fundit, duke lënë pas një karrierë të jashtëzakonshme sportive. Me Kolin do të kujtojmë paksa disa momente të afrimitetit të tij, jo vetëm si baba, por edhe si trajner i tij, sepse Kola ka qenë pjesë e futbollit me vllaznin për arsye të ndryshme, ndërto edhe një aksident që pati në kohën kur ishte pjesë e ekipit parë të vllaznisë, e privoi të vijonte në vazhdimsi. Kola ngushnime për babain tuaj, sepse siç e pam edhe në ceremoninë e përcjelljes për banesën e fundit, të kishte mjaft respekt nga gjithë komuniteti shkodran dhe shumë të tjera të ardhur nga qytetet e tjera të Shqipërisë, por edhe nga jashtë vendit. Natyrisht një moment dhimbje për familjen tuaj, por kur karriera e madhe sportive e Paulin Ndojës është mjaft e pasur që kalon pas, por edhe emri i madh ju lehtëson akoma edhe më tepër. Faleminderit zoti Gacmball parë për intervistën, edhe për punën e angazhimit që ju keni pas përpara, keni bërë pra, e që vazhdoni të bani. Pauli ka pas shumë respekt edhe për ju, e për gjithë gazetarët tjerë, se e kanë dashur fort e ka pas një ide tepër të afërta. Me që jemi në këtë pikë ka qenë e veçantë Kola. Me Paulin Ndojen kishte kënaqësi ti telefonoje, ishte i gatshëm menjëherë të vinte në intervistë për të dhënë opinionet për vllaznin, për futbollin, por edhe një dashamirës e jashtëzakonshme
edhe në jetën e përditshme, jashtë sportit, ishte i këndshëm, edhe në tavolinë për të pirë kafe me të apo diçka me tepër. Është vërtet kjo punë, ka qenë shumë jo vetëm si sportist, po ka qenë një person që njerëzit i ka dashur shumë, ka qenë një person shumë pozitiv, shumë optimist për jetën, pavarësisht nga ata që i takojnë të kalonte. Çfarë them, unë mund të flas pak sepse njerëzit kanë folë, i kanë thënë gjitha, dashamirët e tij, sportdashësit e kolekt e tij. Gjithsesi, unë duhet të ndalem me te për në aspektin sportiv. Unë e thash pak më herët, ndoshta shikuesit një pjesë e mirë ju njohin, por një pjesë e mirë dhe nuk janë në dieni të asaj që ju keni pasur bashkëpunim me sportin, sepse keni edhe vitet që jeni jashtë Shqipërisë, por Ndoja ka qenë një portier me ekipet e vllaznisë të moshave dhe me pas mbërritin e ekipin e parë, jo vetëm fal asaj që babai i tij Paulin Ndoja ishte trajner i portierëve tek vllaznia, por edhe fal talentit. Dhe këtë duhet të ndalem. Sa vështirë ishte të ishit pjesë e vllaznisë së madhe, kur trajneri juaj ishte dhe babai juaj, si ishte Paulini në këtë raport. Sa vështirë kishit tu apo vetë Paulini? Them drejtën, pak e vështirë pa, sepse unë kam fillu futbollin që në moshën 10 vjeçare. Kam shku deri me para të rritë, pastaj kam fillu stërvitjen me ekipin e vllaznisë, cilën në fund karrierës teme pak para fundit, ban edhe fazën përgatitore me vllazninë e Cetinje, në atë kohë ishte presidenti ishte Indjeri Miftar Çela. E pastaj më pata një aksident që mu dështëria ta ndaloja sportin për një vit paktën, edhe aty marrë karriera ime. Me Paulin ishte e vështirë, nuk ishte vështirë, por ishte shumë i rrept, ishte them drejtën ka ardhur 2 herë më ka pa. Në stërvitje asnjëherë më tepër edhe kishte një shprehje që thonte: "Nëse do të bëhet futbollist, do të bëhet vetë." Pra nuk do të ketë asnjë shtytje, asnjë ndihmë, sepse nëse nga puna e tepër do të arrijë gjithçka. Talenti i ishte, nuk është se ishte, perspektiva i ishte, por fati e dashte. Shkon tek kështu vjetë. Gjithsesi keni lënë një epë, ndoshta pak të shkurtër si karrierë, por Ndoja figuron si pjesë klubit Vllaznia, por përgjithësi edhe familja Ndoja, se natyrisht që Paulini është emblema, është udhëheqësi i gjithçkaje në familjen Ndoja, por krahas është dhe Axha juaj pikërisht Francë Ndoja, por edhe djali i Xhaxhait, djali i Axhës, Gaspar Ndoja janë pjesë e sektorit të portëve së vllaznisë. Ato patën një karrierë disi më të gjatë dhe lanë emër. Duhet të them që familja Ndoja i ka 4 portierë në historinë e futbollit shkodran. Mund të thohet edhe kështu. Unë më mend Berengati më mirë, jo Vujtja, po Berengati ishte ajo që i smujti të vazhdonte pra futbollin, po jo veç për vete, sepse ai kishte një gjyshi, pra baba dhe Axha ishin 2 persona me shkollë të lartë intelektual, i cili gjyshi luante futboll dhe ishte shumë i mirë. Edhe nga fëmijët që ai pat pra 6, motra vëllezër të babës tonë, 3 ishin shumë të mirë për shkollën, edhe nuk mundën të vazhdonin, e 3 ishin për sportin, cilët ishin Paulini i pari, i dyti ishte Fredi, baba i Gaspar Nojës, pra portieri që pati fatin të kishte një karrierë, po thëmë gjatë, të mirë fill, që ishte sulmues shumë i mirë, edhe Franci që ishte një portier, që baba thoshte do ishte i mirë si unë, edhe më i mirë. Ai këtë e kishte brenda dhe nuk mundi ta kalonte poshtë asnjëherë. Për të jurë edhe me Gaspar Nojën, që sot është në Amerikë me banim prej vitesh? Pati është, nuk ka mujtë vinë, sepse dihet arsye dokumentave gjitha tjerët, po atje jeton me familjen e tij, e angazhohet prapë me sportin, gjithçka tjetër. Paulini, portier, Fredi sulmues, Franci dhe Gac Ndoja dhe Kol Ndoja në sektorin e portës. Fredi nuk zgjodhi portën. Ishte, unë jam shumë i ri, unë nuk kam qenë i lindur në atë kohë, që nga muhabetet e familjes, pra nga historinjët e familjes, më të mëjtë e familjes që tregojnë, ishte një sulmues shumë i mirë,
unë e kam edhe nga nëna ime, që ishte në të kohë pra, e fejuar, që ajo dinte, më tregonte edhe për Agjen Fred, edhe për Agjen Franz. Baba i ka ngel kjo, i kishte met kjo breng, pra jo veç për veten e tij, por që shkoj kjo punë kështu edhe për vllazërit e tij që nuk mujtën të vazhdonin. Por më thatë me herët se edhe gjyshi ka qenë pjesë e karrierës sportive, e traditës sportive. Ishin unë di pak, por aty ka fillu. Aty ka qenë rënë se ai ka qenë kishte edhe pse në atë kohë futbolli nuk ishte akoma i përparuar, pra, nuk di si ta them se ishin kohët e vjetra, por nga ai ka fillu gjithçka. Gjithsesi, mi bëm një përmbledhje traditës familjare sportive, por natyrisht epicendra e këtij emisioni është Paulin Ndoja, për të kanë folur kolegët e tij, miqtë e tij me të afërt që kanë jetuar me portën e vllaznisë, me sukseset e mëdha që ka pasur futbolli shkodran, por kjo juaj ka disa me të veçanta atë si tentova më herët, lidhja juaj edhe jashtë sportit ka qenë shumë simpatik në gjithë aspektet. Këtë e them me plot gojë, nuk e them vetëm unë, por e thot gjithë shoqëria e tij, e kanë thënë edhe të gjithë ato që ne po i ndjekim në emision për jetën sidomos jashtë sportit, ka qenë briljant. Një zemër të madhe. Ka qenë një person, janë të rrallë këta persone, jo veç për sportin, po edhe në jetën e përditshme. Një person me gjithë ato që ju desh të kalonte në jetën e tij, sportive pra, edhe atë familjare, me atë problem që kishte me regjimin e asaj kohe, ka kalu vështirësi shumë të madhe në gjitha aspektet, jo vetë sportit. Ai edhe familja e tij, familja jonë pra. Edhe pse ishte kështu, ai ishte një person shumë optimist, edhe që nuk ndalej kurrë. Pra kjo është e veçanta e Paulin Ndojës, se siç e kanë fiksuar të tjerët, edhe pse me gjithë ato vështirësi, fal talentit, fal më themi edhe atij mobilizimi dhe mos përkuljes në situata shumë të ekstreme, ai arriti të mbijetojë, të ishte pjesë e vllaznisë kampione për shumë vite, por e me pas edhe si trajner deri vonë kur nga duart e tij dolën shumë portierë me emër, ndër të cilët duhet të theksuar që Armir Grima theksoi edhe në intervistën e tij që 14 vjeç është rritur në duart e Paulin Ndojës, po ashtu edhe Avenir Dani, por edhe Alan Sherri që sot luan në Serie A të futbollit italian janë produkti i Paulinit, pa llogaritur të tjerë sportistë të cilët e kanë dalë nga duart e tij. Dhe ky moment është me të vërtetë shumë prekës për ju, për gjithë Shkodrën, për gjithë Shqipërinë, është ndarë nga jeta një figurë me të vërtetë e madhe, një kolos i futbollit shkodran dhe me të drejtë e kanë cilësuar dhe po e cilësojnë 4 kolos, 4 lider të futbollit të Shkodran dhe ati shqiptar, Medin Zhega, Ramazan Ragami, Saba Bizi, që u larguan për para kohë nga jeta, për para Paulinit, dhe i fundit ishte Paulin Ndoja, baba juaj, që mbylli këtë cikël të kësaj katërshë të famshme, ku me bëri përshtypje në prononcimin e tij kolegu i fushës Zydi Basha dha një propozim briljant. Këtyre 4 kolosëve të futbollit në Shkodran duhet i bëhet një bust në stadiumin Loro Borisi. Interesant. Si e pritet ju dhe si e shikoni këtë, është një vlerësim maksimal që bëhet nga një koleg i fushës, i pa zëvendësueshëm me Thekson Basha. Thënë drejtën, ishte një emocion, kur në gjova unë nuk e njoh atë personin kush ishte, vetë se nuk kujtoj tani. Është Zydi Basha, është mbrojtësi i djathtë i vllaznisë kampionet kur u propozu kjo gjë, unë emocion shumë i madh, edhe jam shumë dakord, jo vetë sa është baba im, por jam shumë dakord sepse ata ishte një katërshe siç thanë kombinuar, momentin e duhun, edhe talenta tepër të mëdhenj që nuk vinë çdo ditë, ato vinë mas shumë dekadave. Unë nuk jam askush për ta thënë e dieta e punë, por jam dakord që ata të respektohen se i kanë dhënë shumë sportit shqiptar. Me që jemi në këtë pikë, është dhënë një propozim tjetër dhe është në rrugën e zbatimit në vazhdim me sipër, që 4 tribuna të stadiumit Loro Borixhet emërtohen me emrat e këtyre 4 kolosëve të futbollit shkodran.
Por një tjetër propozim ka ardhur edhe nga një tjetër figurë e njohur e sportit, ish gjyqtari dhe drejtuesi i kolegjiumit të arbitrave të Shkodrës për shumë kohë, Mill Shkëmbi, i cili ka një tjetër vizion, një tjetër propozim tek vendi i ish peserojve të Shkodrës, ku sot është sheshi lapidari, pa sheshi Demokracia. Aty të vendoset siç kanë qenë pesë herojët e Vigut, në atë kohë të jetë një pesë sportive, pra 4 kolosët e futbollit shkodran, Medin Xheka, Ramazan Ragami, Sabo Avizi, Pauli Ndoja, së bashku me trajnerin e tyre Gjevdet Shaqiri. Pra një tjetër propozim që të gjitha vijnë nga respekti i madh që është për Paulin Ndojën, për të gjithë kolegët e tij. Dhe kjo është një propozim që nuk e di si do pritet të vendoset një memorial për 5 herojt e futbollit shkodran. Unë mendoj që është shumë e drejtë, sepse ti jepet ajo vlera e duhur, sepse unë i shikoj si heroj, jo heroj popullit para heroj, po heroj të sportit që kanë dhënë shumë. Edhe si mas me edhe shumë e drejtë ajo punë. Ti jepet diçka, paktën se në atë kohë nuk kishin mundësi, se ato ishin futbollistë që mund të lunin nëpër botë, jo vetëm që mund të lunin, mund të ishin talenta e me shumë famë, siç janë sot futbollistët e famshëm si mas me ata nuk patën atë mundësi, sepse ashtu ishte koha, të paktën ndërrohen në vendin e tyre. Shpresojmë që të bëhet më e mirë, ndërkohë duke përfunduar me ju prej disa vitesh jetoni jashtë Shqipërisë, jetoni në Itali, por lidhjet me Shkodrën, lidhjet me sportin, me familjen, me tifozërinë shkodrane i mbani të afërta. Gjithmonë e kam fjalën ndër të tjera falë dhe madhështisë se babai juaj Paulin Ndoja ka pasur dhe ka në publikun shkodran. Faleminderit, patjetër, nuk mund të bëhet më e dihet ajo punë. Sidoqoftë ju falenderoj edhe një herë, ju, zotëgas që baba ka pas shumë respekt, keni bashkëpunu për shumë vite, edhe gjithë media tjera edhe një herë. Faleminderit shumë për gjithë këtë punë që po bani, për t'i dhënë vlerën e duhur, e cila po përpara nuk s'mund ta kishte. Pa të nërashikuar që isha me Kolën Ndojën, me djalin të madhit Paulin Ndoja, i cili pati një karrierë sportive jo shumë të gjatë si portier i Vllaznisë, por për arsye të ndryshme u largua nga karriera dhe tashmë jeton në Itali. Kola, ngushtime për humjen e babait tuaj, një humje e madhe jo vetëm për familjen Ndoja, por për të gjithë sportin shkodran dhe gjithë Shqipërinë e tërësi. Respekt. Respekt edhe nga ne. Paulin Ndoja ka qenë një trajner pasionant dhe shumë profesional në sektorin e portës. Nga duart e tij kanë dalë me 10 raportierë që i kanë shërbyer Vllaznisë, por edhe ekipeve të tjera të Shqipërisë, madje prej tyre ka që luajnë edhe në Serie A, siç është edhe Alen Sherri. Por njëri prej tyre është edhe nipi i tij, Gaspar Ndoja, i cili për disa vite mbrojti me shumë cilësi dhe fanatizëm portën e Vllaznisë. Një portier që do të bëhet mend tek porta e Vllaznisë, por vitet e fundit është larguar nga Shqipëria, është me familjen e tij në Amerikë, atje ku do të jetë me mua tashmë drejt për drejt për të komunikuar pikërisht me këtë emision që i dedikohet xhaxhait të tij apo Axhës, si themi në dialektin shkodran, dhe me njëherë kolegu im i regjisë Ensar Basha më bën lidhjen e drejt për drejt me Gaspar Ndojën që ndodhet në Amerikë. Mirëmbrëma, Gaspar. Mirëmbrëma, zotëgas. Keqardhje për mua personalisht, për televizionin ton, por për gjithë Shkodrën, Shqipërinë dhe me gjërë, humja e një emri kaq të madh, një kolosit e futbollit shqiptar si Paulin Ndoja, por natyrisht familja Ndoja, pjesës e cilës jeni edhe ju e kanë ndjer këtë peshë, me vjen keq shumë, fatkeqësisht që ju nuk arritët të ishit prezent për arsye tashmë që dihen problemet e Amerikës i kanë edhe këto situata. Nuk ishit prezent, po keni marrë pjesë në udhërimin dhe në atë çfarë është përcjellë dhe nga mediat për ndërimin që është bërë Paulin Ndojës. Si e përjetuat këtë moment, Gaspar? Me thonë drejtën, jo erdhi për mu personalisht shumë i vështirë. Ishte i përjetuar i madh për arsye dhe më thonë në gjohë një përshqyrë. Por,
duhet me pranu. Kjo është një tojtë me shok, kemi mujtë me kujtu për edhe me kalu me forë që në episodit. Gaspar, natyrisht që aktivizimi dhe përfshirja në botën e sportit me ekipin e Vllaznisë, krahas pasionit tuaj është patjetër edhe Paulin Dojës. Sa ka ndikuar ky raport mes jush Axhë dhe Nip në skuadrë, sepse një pyetje të tillë ja kanë bërë edhe Koldojës, djalet e tij, i cili ishte për një pjesë të mirë të kohës pjesë e ekipit Vllaznisë, ishte në fazë përgatitore, po bëhej gati edhe për ekipin e parë, por fatkeqësisht edhe i pati një aksident që e privoi vazhdimsinë e tij. Por edhe për ju e njëjta pyetje është raporti mes një trajneri në ekipin e Vllaznisë dhe natyrisht duke qenë edhe xhaxha juaj, pra axha juaj. Me thonë drejtë, primi malë për mu. Unë qysh kështap me kut për i ti deri për di me thonë që ai ishte kërku si malë. Gjithmonë kërku të mojtë mirë. Shkodra dënë shumë për me bëhë të nuk ishte dhe më thonë ditë që të vidje punë shumë, ishte shumë këmgull, nuk ishte më dërzu kur një me stërvitje. Edhe arrita shumë gjona që jam me fatë që e kam për njerë, shumë kohë, ishte një shumë të mirë. Dhe më thonë, ishte shumë po nuk di ishte shumë energji. Çfarë kujtohet ndonjë moment veçantë, ndonjë ndeshje në Shkodër apo jashtë Shkodrës kur keni pasur komunikim me të dhe e keni bërë krenar Paulinin me formën tuaj sportive? Ai ne ishim Korç, ishim Beut, dhe ai kishte shumë kujtime. Dhe na fitu me 2-1. Ishim shumë ekip i mirë. Dhe ajo është gjik, dhe unë pa mirë atë nejë. Dhe ai ishte unë. Po ai nuk e kishte veç me kërëve këtë musik. Nip, por me të për me dalë faqë të parë. Ai e kishte këtë punë. Gjithmonë mojtë mend që pas të vit me përmirë grimen, tjera ndori kishte qef me dalë spranote. Natyrisht që krahas ekipit, krahas klubit Vllaznia, ju keni pasur mundësi patjetër, keni pasur rastin të komunikoni dhe të zhvilloni mini analiza, jo pak edhe në shtëpinë tuaj me Paulinin. Sa kanë qenë të pjesë e familjes, të analizat personale, familjare? Futbolin e periodot e kishte ai zvete gjo për Vllaznia. Nip, jo për para. Rritë me knaqë të ai kishte gjo për Vllaznia. Alla kishin elemente, kishte shumë kohë që vizit, i thoshim rri Paulin, rri sa ma ai shprejtë të thote ndu shumë me taku me pa Vllaznin tifozat shumë tipër. Jetote me ta. Gaspar, çfarë mendoni që i keni marrë Paulin Dojës në robëtin e Portës, ndonjë element që ju besoni që keni qenë vërtet realizues perfekte atyre udhëzimeve që ai ju ka dhënë? Kanë drejtën,
ajo met për me vlerësu pozat, por unë karakter si njeri gjithmonë përkohët njerëz mas me kanë negativ, me kanë pozitiv. Atë që kam marrë sportin edhe jam krenar për. Edhe me thonë drejten, ai ka ikë një jetë vërtet, unë e kam gjithmonë me vete. Pak më herët mësovat se ju keni një djalë që aktivizohet me futbollin në Amerikë, me ekipet e moshave. Mund të besojmë, shpresojmë që do të vijojë tradita e futbollit në familjen Ndoja, pse jo dhe tek sektori i Portës? A dëshira është e madhe, është se na kena luajt mi si Paqa Francë ka luajt, kanë luajt tonë në shpitan, vetë gratës na kanë luajt futboll. Përpos babait tuaj që nuk zgjodhi, Fredi nuk zgjodhi Portën, po zgjodhi të ishte sulmues. Kështu me pohoj edhe Kola, djali i xhaxhait tuaj. Vërtet është, ashtu kam pasur. Nuk ka luajt në Portë. Një familje ka linë që do ta vazhdoj me futboll. Gjithmonë që janë një aty ta shkojmë papat mirë është kohat kallëzoj. Gaspar, edhe linja nuk është duke funksionuar krejt mirë, por jemi edhe drejt mbylljes së kësaj bisede të drejt për drejt nga Amerika. Diçka të veçantë ndoshta të fundit, si u pritua në Amerikë atje ku është një komunitet i zëruar shqiptarës dhe Paulin Ndoja ka shumë miq atje, kam parasysh emrat e tillë, vetëm pak po përmendim mes tyre Rush Dragu, është Edmund Zenoni, është Loan Zmiane që kam rritur kohët e fundit, po janë edhe shumë emrat e tjerë me të cilët ju e keni pritur sa herë vinte në Amerikë Paulini, si u priti lajmi i ndarjes nga jeta të këtij kollosi të futbollit shqiptar? Me të thënë drejtë, sport dashur e Shkodrës prej tonë krahinave, edhe nuk është era e dhimbjes Paqa Paulin. Kanë përjetu e gjithë veta familjen si për një, si për tonë sportin. Por që a jeta s'ka pranu me vazhdu për para vetëm gëzime. Edhe ju falenderoj jeni që keni shumë për sportin, për njësa tjerë që meritoj, që janë dhe shumë ju prej emën gjithve këtu. Ne jemi përpjekur të bëjmë detyrën dhe kemi bërë detyrën si përkundër gjithë figurave sportive, po mes tyre edhe Paulin Ndoja zë një vend të rëndësishëm në historinë e futbollit të Shkodran, siç e kemi renditur dhe po e citoj të gjithë katër kolloset e futbollit Shkodran aty shqiptar, Medin Xhega, Ramazan Ragami, Saba Bizi dhe Paulin Ndoja janë një kuartet që do të bahen mend për vite me radhë. Madje po ka propozime nga më të ndryshmet që të ketë ndërime, respektime dhe të përjetësohen edhe me një bust të veçantë këto figura që e meritojnë për atë çfarë kanë dhënë Shkodrës. Dhe ju patjetër jeni krenar për atë çfarë ka dhënë sportit. Paulin Ndoja. Ju falenderojnë gjithë të Shkodrës, gjithë Shkodrës. Se Paqa Paulin nuk edhe i Shqipërisë gjithashtu. Ajo ka dorë shumë. Gaspar, fatkeqësisht nuk ishim edhe shumë komodë me këtë lidhje, sepse pati edhe disa shkëputje, lidhja drejt për drejt, gjithsesi një pjesë e mirë u arrit të konsumohej dhe të merrej në konsiderat edhe të
të konsumoj nga shikuesit tanë të shumë të televizionit. Ju falenderoj shumë që ishit drejt për drejt nga Amerika dhe shpresojmë që në të tjera lidhje të kemi komente për ngjarjet e tjera më të gëzueshme, pse jo edhe për djalin tuaj, për të cilit presim që karriera sportive e tij të vijojë dhe ta pasuroj traditën e familjes së Ndoja. Shumë faleminderit. Shumë respekt. Gjithë mirat, Gaspar. Të nderuar teleshikues, jemi edhe drejt mbylljes të këtij emisioni, pasi ndoqëm edhe lidhjen e drejt për drejt nga Amerika me nipin e Paulin Ndojës, pikërisht me Gaspar Ndojen, i cili ka luajtur me sukses në portën e Vllaznisë për disa vite. Ne do të përcjellim në ekran disa fragmente nga intervistat që unë së bashku me kolegun tim Kujtim Draqini kemi realizuar për RTS Shkodra me Paulin Ndojen. Janë disa intervistat të cilat flasin qartë shqetësimin, prekupacionin, për kushtueshmërinë që Paulin Ndoja kishte për vllaznin e tij të dashur që i ka kushtuar të gjithë jetën. Janë intervistat që shpresojmë duke rikthyer në ekran Paulin Ndojen e gjallë, i bëjmë një mbyllje dinjitoze këtij emisioni, i cili u përshkua nga shumë komente, analiza, intervista që vlerësuan maksimalisht figurën mallet të Paulin Ndojës, të këtij kollosi që së bashku me 3 miq kolegët e fushës, me brilantët e futbollit shqiptar, me Medin Xhekin, Ramazan Ragamin, Saba Bizin, janë një kuartet që do të mbahet mend gjatë në futbollin shkodran dhe atë shqiptar. Ju ftojmë pra të ndiqni pikërisht fragmentet e marra në gjatë karrierës sportive, por edhe në momentet e vllaznisë, kur ajo kishte disa probleme me ecurinë dhe Paulin Ndoja shprehej me shqetësim për situatën tek vllaznia, dhe në mbledhje nga unë Gaspar Marko së bashku me kolegun e pultit të transmetimit Ensar Basha, por edhe me montazherin Ledan Dani, ju përshëndesim dhe shpresojmë kemi përcjellë diçka interesante për figurën e madhe të Paulin Ndojës. Pra, ju lëm në shoqërinë e fragmenteve të intervistave me Paulin Ndojën dhe këtu është edhe mbyllja e emisionit. Natën e mirë. Me këtë qanin e më të tonë, futbolistat e trajnerët e vjetër. Fillova ushqimet një ndrallë parë dhe vitë, simpatik. Në rregull po ashtë. Me Paulin Ndojën në emrin e spikator të futbollit shkodran në vite dhe aktualisht i përzgjedhur edhe nga Komisioni i Përkatës në Bashkinë e Shkodrës për të marrë mendime për vllaznin e re të sezonit të ardhshëm futbollistik. Ndoja një situatë, më themi, e vështirë për vllaznin që po bën ato takimet e rastit për të ringritur vllaznin e Shkodrës. Me thonë drejtën, edhe nuk e priqim, po përfundimisht u vendos që unë e Saba Bizi, me që jena stekat e vjetra se më të ekipit, na mendume se po shkojmë për me dhane i mendim aty për shaj për këtë. Shaj për ju jashtë zakonisht keqe, që nuk ashtë sot po ashtë, si me thonë, si në izume prej vitesh, maka 3-4 vete e fundit. Po aty pa me se ata ishin dëshirën që na të ishim edhe pjesar të bordit. Megjithatë, për mua është një detyrë. Pse e them këtë? Po do është për me vlerësu Saba Bizin ose vetin së dikën tjetër, në ena persona që nuk e kena një nevojë asnjëherë me na përkrakush, se që është moshën sa 18 vjeç, që desa kanë shkuar në kombëtare, ne kena pas. S'kena menduar për një herë për me lujtë apo mos me lujtë. Por kena menduar që vllaznia të fitojnë. Kështu që ne s'kena ardhur për këtë punë këtu. Por kena ardhur me dhënë disa mendime me përkra atë që nesër bordi mund të caktojnë për administrator, për drejtor teknik edhe për trajner. Pandoja, konkretisht si u priti Komisioni i Përkatës duke pas parasysh brezin tuaj tjetër dhe ju si e pritët të ftesë? Ata s'ka si mos vlerësohen, na pritën në mënyrë të keqyeshme. Parasysh se ata janë pas sportistat tonë, edhe na kena punuar bashkë. Kështu që ata na më pritën shumë dhe i vlerësoj për këtë pritje që na kanë bërë. Si e mendon sa e vështirë mund të jetë reorganizimi i vllaznisë duke pas parasysh se është kategori e partishme? Kjo duhet me pas diçka për mendimin tim. Nuk e di mendimin kanë tjerë.
është ndoshta gjëja më e vështirë në futbollin shkodran mund me parashiku për këtë vit. Qose na nuk jena, nëse na nuk jena të bindun dhe të vendosën që gjithë bashkë të punojmë që të kalojmë nga kategoria e parë në superiore, do ta kenë vështirë. Asnjë trajner mos të mendojnë asnjëherë se e kalon kollaj këtë punë. Është shumë e vështirë për të bën një ekip që të kalojë mësimet dhe ta përgatisim për vitin e ardhshëm për në Super League. Për ndryshe ai trajner do të gabojnë shumë apo na do të gabojmë shumë, për të cilin s'ja falim as vetit, as na fal Shkodrën. Sa ju shqetëson situata aktuale tek Vllaznia? Më shqetëson shumë. Që u bojnë ku e gjatë, u bojnë 3 vjetë që Vllaznia në tonë të ujna. Lufton gjithmonë për vendin e 50 deri te i fundit. Pra na gjithmonë te fundit, sikur për vjet që duhet me kategori 2, sikur kategori të parë, sikur edhe me Tiranën para 2 vjeç që ishim me dalë në ose Tirana që na pushtuame, vjet dolme, kjo e njëjta histori. Na jena në pozicioni jonë është për fundit, ku unë më shqetëson se Vllaznia se meriton me kanë aty. Asnjëherë nuk e kam problemin pse skuadra të tjera blen lojtare, bën një ekip për shembull, Bylysi shumë mirë, bën Kuksi shumë mirë se Kuksi në mund e maj mend që nuk ka pas futboll ndonjëherë. A më kupton për sot e klasi me lojtarë blen shumë. Është argjohet një parë e madhe për më kanë bërë ekipin. Po Vllaznia nuk e ka këtë nevojë kaq të madhe. E unë kisha me thënë që të shti i kërë koha, me vujta një Shkodran, një djallë që punën, një djallë punëtor, gjithmonë me atë mendimin që kam dhënë gjitha herat që të paktën 5 lojtarë merren në Shqipërisë. Edhe Shkodran, kryesisht, po edhe të tjerë bëmë kënjo, me bërë tentativa që tash ato lojtarë që janë gjendje punët, që janë fuqishëm, që janë tamam që kryejnë punën. Nërsa për këtë në trajnerave që e kanë shu këtë punë direktu, ata kanë pjesën e vetë. E më kujtojtë Gjoka, ku më pati bën një pyetje që a la Gjoka vonë ekipin, se la vonë ekipin. Gjoka e la kur doli. Kur s'kishi sa me i mama, Gjoka do të me lanë për para ekipin. Kjo se ke i fije energjeje, ose dënat që të që ke shku për me përmu për te. Një kështë bani edhe këj, Mirsadi shmora vesh, nuk e një taman, më duke se edhe këj ka ikë. Po edhe këj ka ikë, po edhe këj ka përgjësi që ikë në grupë nërë. Kështu që, ka arkoha me menu mirë, që ne të luftojnë të 50 djerë të i pari, të bëjmë luftë, ma sa nej gradualisht, se ne së mundën e prej vjetë me e bërë këtë punë. Se për me bakrit më duhet me ndru skuadrën komplet, ty kanë se na kena futbolista. Vllaznia ka futbolista të ri, ka nevoj për si me thonë, për me tërhik të njërës. Duhen 4-5 vetë pra se që thosh për para, 4-5 vetë mundësisht shqiptarë. Losin më me shpijit për Shkodrën, se Shkodra e dënë futbolin, e dënë si Fuqilia Shkodrën e me njëherë i kthejet të ekipi. Që më në kam provu i 100 herë, edhe kur këna bën një humje, masë në parë neshin tjetër i ke pasë në stadium. Por është pozitive, është një diçka e madhe për futbolin Shkodran, për futbolistat Shkodran. Në kishe mekanik të jemi mendimit. Noja, pas humjes thellë 5-2 në Laç, Vllaznia rikthehet kustrit tek pozicioni i mbijetesës. Mendoni se ata ka përcej këtë situatë? Po thamë që ka me ka përcej, po unë nuk habitem fort, asë nuk që ditem fort për këtë punë, se unë e di gjallin e Vllaznisë. Nuk që ditem shumë, kishe me thënë që e kalen këtë, kishe me thënë që janë. Ose dishoj ma mirë me thënë vetë që e kalen. Ndë në shpirti, që me shpjegu. Në një farë mënyrë rikthehet në të hënën e ardhshme në ballafaqimin Vllaznia-Byllus, rikthehet ajo përballje siç ka qenë Vllaznia-Kamza, kur Vllaznia nuk arriti ta mund Kamzën dhe e hapi rrugën drejt rënies edhe ra nga kategoria. Pra përsëri njëjta situatë, siç ishte Vllaznia-Kamza, tashmë është Vllaznia-Byllus të hënën. Po, favoroj, unë kam gjithmonë thëmë edhe këtë tjetër.
frikë, e kam frikë të lysin, por me qenë në Shkodër, qëndoj me atë intervistin që kam pasdarë për 2 vite, ato ta fitojmë në Tirana që doshin 3 pikë, një në udojt e 1 për më smerua në kategoria. Kështu që prep qëndoj me atë që në favorizën në fusha, besoj edhe tifozeria me këtë rast që po flasë edhe unë, nuk t'i qënë që vllaznijat shkojnë ndikun më keq, për mendon gjithmonë që inshallah këtë vit ja fillojnë pesmarit, këtë verë, si më thënë, këtë fazë përgatitore. Përshëndoja, përpara se të shkojmë të kampionatit të hënën në mesjavë të njëjtën, do të jetë ndeshja e parë e Kupës së Shqipërisë përballë të Udës së Durrësit. Një ballafaqim për kupë ku edhe në kupë vllaznia synon të avancojë më tepër, pse jo për të në Shqipërinë Durrës, patjetër. Në Shkodër, në Shkodër. Ftirë ka me pas Ed Martini në Shkodër. Ftirë ka me pas, megjithëse ai ka Shkodër në gjendje më të mirë se ne, kështu që duhet me pas frikë patjetër. Në harkën kohor të 5 ditëve, 2 skuadra kundërshtare përballë vllaznisë me 2 trajnerë shkodran. Fillimisht Armand Ducungu me Laçën, tash me Edi Martini me Teutën. Çka tregon se Shkodra prodhon trajnera? Po çfarë të Shkodra ka trajnera? Ka prodhu dhe ka. Edhe duhet të ketë. S'mund të ketë as kërkush më shumë se sa vllaznia dhe më të se sa vllaznisë. Kjo është e sigurt. Do të thotë edhe vetë ju ka ardhur koha për trajner shkodran. Po, unë kam mendimin për trajner shkodran. Se cili ka me ganaj, për ta zgjallin të tjerë se unë nuk e zgjallë të punë, por duhet me kanë shkodran, kjo mendim janë pa tjetër shkodran. E me që jemi të kupa, mendoni që vllaznia do ta eliminojë Teutën? Vështirë i fije. S'jam fort optimist. Sepse në një farë mënyrë ka zëra në opinion se vllaznia duhet luftojë për kampionat për mbijetesë dhe mos luftojnë në 2 fronte, por te Kuçiblut ka optimizëm edhe për kupë. Po e kuptoj se ka optimizëm, pas nuk kam fort. Nuk kam fort besim se më thonë, ose më mirë më thonë, nuk jam, se më thonë, ashtu, dëshirën e kam, po dëshira s'mjafton. Pauli Noja, diçka në mbyllje edhe për ju personalisht, në fund të këtij viti keni një jubile mbushjes plot 75 vite. Një jetë e tërë me futbollin si portier legjendar i vllaznisë, por akoma vazhdoni të jeni pjesë e Akademisë Vllaznia si trajner i portierave të akademisë. Ndjeni i respektuar dhe i fortë në këtë detyrë. Sigja, të shme thonë drejtën, knatësi për mua është, po se jeta s'është, unë s'jam i përjesëm, por jam i knaqën që me 19 dhjetor këtij viti unë mushi 75 vjeç dhe kam knatësinë më të madhe që ndodhem te Akademia e futbollit me trajnerat e akademisë, me këta futbollistët e portierët e akademisë, me të gjithë dhe me trajnerat që pothuajse të është në zonat tonë, me Simjanin, që është shumë i fuqishëm, shumë rigoroz, shumë trajner serioz, me Brikeno Bizin që është i mrekullueshëm, e me ty përmë që me bërshë me thonë me rrëu. Unë kam një knatësi të veçantë ku punoj me ta. Me që jeni të sektori portës, besoni që brezit që po ju, që po stërvisni, po përgatiti, do t'jetë një ardhë me vllaznisë? Po, janë 2 portierë. Dhe ke veçoni me tepër? Janë 2-3 portierë aty, jo më po janë 2-3 portierë që i shifin. Është ai Shkoza, është Kiri, është Qaku, këta që janë më, edhe janë më në moshë, që më nënë që këta kanë perspektivë, në dona të redimit kanë perspektivë. Besoj se po. Mos këtë se kam haru Sherrin, edhe Sherrit, atë golin që ka hangër se unë më metë me anë aty, nuk penalizohet njëri për një asë dhe golit. Se atë gol e kam hangër unë gavaj. I gol të tillë, të rastishëm. Po e kam shlyë më sa ndaj në Shkodër, por nuk ka rëndësi. Ai duhet t'i kushtoj më shumë stërvitje vedit, personale, se sa dhe trajnerë dashtë me pa me një sy tjetër. Hiç s'kam qenë dakord që kanë marrë portierat për anë. Jo pse kam servitën, absolutisht. S'kanë bërë se ndryshim as absolutisht s'kurrë. Kështu nuk e them nga ana profesionale, po kështu është realiteti. Pauli Noja, faleminderit për intervistën dhe urime suksese vllaznisë. Falënderit për këtë vëdime fol se më popullor se më tepër ne na shok edhe Shkodrën e dona bashk, i saj
edhe Shkoda, të kam thënë edhe herë, unë flas me ty mu që si më bëndë rupi. Pse e kam dashur edhe duke nuk kam gjëna tjetër për mi të vëshë futbollit. Prandaj më duket kur me 25 për shkull kota se atë një stërvitje. Askur gjë, faleminderit për jush. Me Paulin Ndojen, mjeshtin e mall të Portës Shkodrane, por dhe mjeshtin e mall si titull, pikërisht me një analizë të përgjithshme të vllaznisë të këtij prak sezoni. Ndoja 4 javë kampionat dhe vllaznia me oscilacione. E filloi me humje, u rikthye tek fitore dhe përsëri është gënjeu në ndeshjen e fundit me Rogozhinën. Si e gjikon Paulin Ndoja? Unë e gjikoj se ndeshjen e parë kam pa vetë. Ndeshjen e parë në Shkodër. Ndeshjen e dytë e kam pa vetë në Shkodër. Nëse ndeshjen e parë kam mendimin se ato fjalët e Jos, më duket se kanë rënë vështirë, nuk kanë shkuar aty tamam, ose dy pas parasysh se vllaznia, si më thonë, mendon si mjet për me pas, me kanë si kam thënë edhe në 80% e sipër, do të thonë 2-3 skuadrat kryesore, ky pa kanë mendimin edhe ky është mendimi im prapsot. Megjithësi ndolli, po të fitosh me Tiranën, edhe të humbish me Gnadin, me ata rezultat, do të thonë këto ka një vesknesi emrit, se Gnadja, por duhet me pas parasysh. Prandaj do t'i ndëgjojnë fjalët e tij Jos shumë mirë e të kenë mobilizuar. Unë kam shumë besim te skuadra, se nuk s'ka gjendje e skuadrës. Ja, për mua është ana psikologjike që këta e kanë marrë pak lehtë, mësoj kanë hasë në vështirësi, edhe ka kanë vështirë me dalë prej situatet. Kështu që besoj se teshti janë se më thonë, më të përgatitur nga ana shpirtërore edhe se vlen kja punë, se fillimi është. Mendoj që ndeshjen me Krujën, besimi im, është do të bëhet kthesa. Pa shkuar tek Kruja si një ish futbollist shumë vjeçar tek vllaznia, por edhe trajner, pjesë e stafit të vllaznisë për shumë vite. Çfarë duhet dhe çfarë mendoni se duhet të riparojë vllaznia përposa anës psikologjike, sepse ka dhe probleme në fushë sipas specialistëve të futbollit me shumë lojtar. Unë këtu, me thënë drejtën, s'kam dëshirë me hyj, po unë kam një besim për mua, kam një besim verbër për Josën. Josa është strateg për këtë, po kam frikë se se kanë dëgjuar shumë mirë. I kanë marrë se të rinj janë kalim të këta fjalët e Jos, edhe mos andaj kur kanë hyrë në fushë, ka dalë tjetër gjë. Kështu që t'jetë më të vëmendshëm që një fillë dhe më fanatik në ata detyra që jep Josa. Ju keni pasur rastin të punoni në një staf me Josin, besoni që Josa i ka mundësitë ka rikthej vllaznin në ato nivele që kërkon tifozëria shkodrane? Unë nuk kam punuar me Josin, por Josa, unë kam punuar me të njerë, por me Josin nuk kam punuar, por unë kam besim të Josa se e njoh Josin dhe e di aftësitë e tij. Kam besim verbër që ka për ta çuar ekipin aty ku duhet. Gjithmonë edhe mendimin e ekipit. I besoj se do t'i fusin aty ku duhet ato fjalët e tija. Të dielën në Loro Borishi luhet përballë ekipit kryetar Kastiroti, i cili ka në përbërjet e tij edhe disa futbollistë shkodran, siç është kapiteni Karakaçi, Edon Hasani, po ndonjë tjetër. Po, si e parashikon? Sepse kryetarët në Shkodër kanë qenë kërcënues në vitet e mëparshme. Ata mund të jenë kërcënues përsëri se ata skuadra është e mirë e Krujës, nuk mund ta nervozoj skuadrën kryetare, por gjithmonë mendoj se ne duhet marrim rezultatin pozitiv, duhet marrim terapikën patjetër për të hyrë në të vallën e tonë për të kaluar këtë krizë të vogël. Se fundit me Tiranën skuadra e më mirë me Kuksin na fituam. Prandaj këta neshet që bëhen me Gnadin, po në investuar Gnadin. Po deputues është dhe fundit nuk e ka eksperiencën e ekipit shkodran, ose atë vlerën e ekipit shkodran. Edhe aja influencën shumë në neshe. Besoj se të herë me Krujën do të dalë me një fitore për atë.
Edhe diçka për tifozërinë shkodrane e cila për hir të së vërtetës me humbjen në Rogozhin përballë Ignatias është ftohur jo pak. Tifozëria edhe ftofet, edhe nxehet me herë. Këtë e di më mirë se kërkush. Edhe prandaj kam mendimin se me kryen kanë edhe më entuziast se kanë neshë të tjera. Se më duket është nesha decisive, i decisive unë them që duhet fitojmë pa tjetër. Edhe kam besim se duhet fitojmë. Edhe diçka tjetër në lidhje me pretendentët për titull. Vllaznia është deklaruar se synon titullin kampion. Kë shikon krahas Vllaznisë rival kryesor dhe pretendent për titull? Unë që tash mendoj, gjithmonë mendoj unë. Është Partizani, për Vllaznia, Partizani, edhe mendoj për Tiranin. Është ma këngjize, ma skuadre që e kap vetin me herë. Këta 3 skuadrat mendoj unë. Për Kuksin, zdi që të thëmë. Doja faleminderit. S'ka gjë. Me mjeshtrin e merituar të sportit, legjendën e portës shkodane dhe asaj shqiptare Paulin Ndoja. Ndoja, jemi në prag të sfidës japës 22 të Skënderbeu Vllaznia. Një ndeshje shumë e vështirë për të dyja skuadrat. Korçarat kërkojnë piket e mbijetesës dhe Vllaznia kërkon piket për titull. Ndeshje e vështirë është, por më themi gjëra që kampionatit është i ka hyrë një pozicion mjaft komod, ndoshta me diferencë pikësh, po Vllaznia është ajo që për mua e mendoj që nuk është gjithçka deri çka ka vonë deri tash. Unë mendoj se Vllaznia është më mirë dhe ka me kënë më mirë. Besoj se në Korçë, megjithëse ata janë për mbijetesë, po them që kanë me fitu. Gjithsesi Vllaznia, dhe pse diferenca nuk është e vogël, kërkon përsëri, është pretendente. Ka optimizëm. Po ka optimizëm, në futboll kur nuk dihet gjë ashtu absolutisht. Gjë absolute nuk ka. Vllaznia ka diftu vetin, që ka shkullë deri në finale, ka shkullë dhe ka marrë dhe kupën. Edhe kështu mendoj prap, unë i besoj shumë atij trajnerit, nuk e di opinionin e tjerë, po unë i besoj shumë atij trajnerit për sa i përket skuadrës tonë. Ai është bajagi i mirë dhe ai din me drejtu skuadrën në këta momente të caktuara, sigurisht ndeshja në Korçë. Vllaznia luan në 2 fronte, për kupë dhe kampionat. Ku mendon se mund të jetë më afër për Europën? Po për Europën mund të jetë më afër me kupën. Pse kampionati rëndësi ka me hy në atë grupin, atë katërshin e grupit, më rëndësishme për ne, si me që shkoj puna kështu. E kështu që për kupën, besoj se i takon Vllaznisë. Ndërkohë për kampionat ka një duel në krye, Tirana-Laçi, që mund ta rihap edhe më tepër kampionatin nëse Laçianët fitojnë. Ashtu është, mund të hapin, po unë nuk e di se edhe t'i ndajmë, për thonë drejtën. Se Laçi, mas aty në ndeshjeve, e rimori vetin edhe është serios sot në këtë periudhë. Megjithatë, Tirana ka më eksperiencë. Duke u kthyer përsëri tek Vllaznia, duke qenë se jeni ekspert i portës, diçka për lojën e portierëve të Vllaznisë për Zokovicin, por edhe kolegët e tij, Çarri dhe Shkoza, që i ka rivalin stol. Tërsi unë duhet me fol pak me rezervë, se ata janë 2 portierët e mi, por kishe kërku për e trajnerit, po vlerësime ose në investime për asnjërin, por fillimisht Çarri është dashur me kanë më afër skuadrës. Ka mendim jam, më nuk e di, mendim ka trajneri, të smut në hy, po mendim jam është që ky Çarri ka pas mundësi me kanë më përpara. Te ekipi Shkoza ka shku i fije më vonë, se ka pas të dëmtima, kështu që i njoh mirë të dy, se kam qysh 13 vjeçar. Noja, faleminderit. Faleminderit për jush.